Para se të fillojmë, nëse kjo histori ju prek zemrën, ju lutem shkruani në komente, cila ishte pjesa më emocionale për ju? A keni njohur dikë që ka bërë sakrificat të tilla për familjen? Shkruani mendimin tuaj poshtë, dua t'i lexoj të gjitha komentet tuaja. Fatma mbante në duar lopatën e vjetër të plehrave, duke ngritur nga toka e ngrirë e oborrit. Era e ftohtë e dimrit depërtonte nëpër kapotën e hollë që mbante mbi supe, dhe duart e saj të thyera nga puna trembeshin nga i ftohti. Ishte agim, dhe dielli as që kishte lindur ende mbi fshatrat e thella të maleve. Ajo kishte ngritur që në errësirë, siç bënte çdo mëngjes, sepse puna nuk priste. Kafshët duhej të ushqeheshin, shtëpia duhej të ngrohej, dhe jeta duhej të vazhdonte pavarësisht vuajtjeve. Por ajo mëngjes ishte ndryshe. Në zemrën e Fatmës rëndonte një barë që asnjë llopat nuk mund ta ngriste, asnjë punë nuk mund ta lehtësonte. Ishte marrë një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ajo do të largohej. Do të linte prapa shtëpinë e vogël, kopshtin që e kishte punuar me duart e saj, dhe më e rëndësishmja, do të linte djalin e saj të vogël, Adrianin. Fatma hyri në shtëpi, ku zjarri në ogjak sapo fillonte të zinte. Adriani, një djalë 6 vjeçar me sy të mëdhenj kafe dhe flokë të zinj si qymyri, ishte zgjuar dhe rinte ulur pranë zjarrit. Ai e pa nënën e tij dhe buzëqeshi, ai buzëqeshja i pafajshëm që i coptonte shpirtin Fatmës. "Nën, a do të më tregosh një tregim sot?" pyeti Adriani me zë të butë. Fatma u ul pranë tij dhe e përqafoi fort. Ajo ndjeu shtrëngimin në fyt, por përpiqej të mos qante. "Sot jo, zemra ime," tha ajo, duke i puthur kokën, "por do të ta them diçka shumë të rëndësishme." Adriani e shikoi me kureshtje. Ai nuk e kuptonte pse nëna e tij dukej kaq e trishtuar. "Do të largohem për pak kohë," filloi Fatma, duke zgjedhur fjalët me kujdes. "Do të shkoj të punoj në një vend shumë larg, në një vend ku mund të fitoj para, që të mund të ta jap ty një jetë më të mirë." Sytë e Adrianit u mbushën me lot menjëherë. "Po nuk dua që të largohesh, dua që të qëndrosh këtu me mua." Fatma e përqafoi më fort, duke lënë që lotët të rrjedhin tani lirisht. "E di, i dashur, por e bëj këtë për ty, që ti të mund shkosh në shkollë, të kesh rroba të mira, të hash mirë. Nëna do të bëj gjithçka që ti të kesh një jetë të bukur." Adriani qante në gjoksin e nënës së tij. Ai nuk e kuptonte pse duhej të ndaheshin. Ai thjesht donte të qëndronte me të luante me të dëgjonte tregime prej saj. Por Fatma e dinte të vërtetën e hidhur. Jeta në fshat ishte bërë e pamundur. Burri i saj kishte vdekur disa vite më parë, duke e lënë atë vetëm me një fëmijë të vogël për të rritur. Toka ishte e varfër, harveshti i pakët dhe mundësitë për të fituar para ishin thuajse jo ekzistente. Ajo kishte dëgjuar për gratë që shkonin jashtë vendit për të punuar, në Zvicër, në Gjermani, në Itali. Ato dërgonin para në shtëpi, para që ndryshonin jetët e familjeve të tyre. Dhe kështu Fatma kishte marrë vendimin më të vështirë të jetës së saj. Do të shkonte në Zvicër për të punuar si pastruese. Do ta linte Adrianin me motrën e saj, Mirnën, një grua e mirë që kishte premtuar se do të kujdesej për djalin sikur të ishte i saj. Ditët që pasuan ishin plot dhimbje. Fatma përgatiste gjithçka për largimin e saj. Mbushte çantën e vjetër me rrobat e saj të pakta, shkronte udhëzime për Mirnën se si të kujdesej Adrianin, dhe çdo natë e përqafonte djalin e saj duke i premtuar se do të kthehej shpejt. Por e dinin të dy që shpejt ishte një fjalë që nuk kishte kuptim. Sa kohë do të duhej? 1 vit? 2 vite? Më shumë? Dita e largimit erdhi si një stuhi. Fatma u zgjua më herët se çdo mëngjes, me zemrën që rrahte aq fort sa mendonte se do të shpërthente. Ajo shikoi Adrianin që flinte ende, fytyrën e tij të qetë, dhe ndjeu një dhimbje kaq të thellë sa që mesi mund të merrte frym. Kur Adriani u zgjua, Fatma e priste. Ajo e veshi me kujdes, i lidhi kpucët dhe i rregulloi flokët. Pastaj e mori në preh dhe u drejtua drejt shtëpisë së Mirnës. Rruga nuk ishte e gjatë, por çdo hap i ndjeu sikur një përjetësi. Adriani mbahej fort pas qafës së nënës së tij, duke qarë në heshtje. Fatma përpiqej të ishte e fortë, por lotët i rrjedhnin pareshtur. Kur arritën te shtëpia e Mirnës, motra e Fatmës doli jashtë me një buzëqeshje të trishtuar. Ajo e dinte çfarë përjetonte Fatma.
Do të kujdesem sikur të ishte djali im, premtoi Mirna, duke e marrë Adrianin në krah. Fatma e puthi djalin e saj në ball, në faqe, në duart e vogla. Nëna të do më shumë se çdo gjë në këtë botë, tha ajo me zë të thyer. Çdo gjë që bëj, e bëj për ty. Mos e harro kurrë këtë. Nuk dua që të largohesh, dua që të qëndrosh këtu me mua. Por Fatma e dinte të vërtetën e hidhur. Nëse qëndronte më gjatë, nuk do të kishte forcën të largohej. Ajo u kthye dhe filloi të ecte shpejt, duke mos shikuar pas. Zëri i Adrianit që thërriste, "Nën, nën", e ndoqi gjatë gjithë rrugës, duke i coptuar shpirtin. Udhëtimi drejt Zvicrës ishte i gjatë dhe i lodhshëm. Fatma udhthoi me autobus për ore tëra, duke kaluar nëpër male dhe lugina, nëpër qytete dhe fshatra që nuk i kishte shikuar më parë. Kur më në fund arriti në Zvicër, Fatma u godit nga ndryshimi. Gjithçka ishte kaq e ndryshe nga jeta që njihte. Rrugët ishin të pastra dhe të thërmura, ndërtesat ishin të larta dhe moderne, dhe njerëzit visheshin me elegancë. Ajo ndjeu një ndjenjë të madhe huajshmërie, sikur ishte hyrë në një botë krejt të re. Agjencia që e kishte ndihmuar për të gjetur punë e priti në stacion. Një grua e rrepët me sy të mëdhenj ja shpjegoi detyrat e saj. Do të pastronte shtëpi, do të lante dhe heroste, të kujdesej për pastërtinë. Paga ishte më e mirë se çdo gjë që Fatma mund të fitonte në fshat, por puna do të ishte e vështirë. Shtëpia e parë ku Fatma filloi të punonte ishte një apartament i madh në një lagje të pasur të qytetit. Pronarët ishin një çift i moshuar, zonjë dhe zotëri Müller, që jetonin vetëm në një hapësirë plot dhoma dhe mobilje të shtrenjta. Ata folën pak me Fatmën në fillim, duke i dhënë vetëm udhëzime të shkurtra se çfarë duhej bërë. Puna ishte e rëndë fizikisht. Fatma pastronte çdo cep të shtëpisë, lante dysheme, fshinte pluhur, lante perde, pastronte dritare. Duart e saj, të forcuara nga puna në fshat, tani punonin me sapun dhe produkte pastruese që i digjnin lëkurën. Ajo fillonte që në mëngjes herët dhe punonte deri në pasdite, dhe pastaj shpesh shkonte në shtëpi të tjera për të bërë më shumë punë. Por më e vështira nuk ishte puna fizike, ishte vetmia. Fatma flinte në një dhomë të vogël të dhënë me agjencia, një dhomë që ndante me 2 gra të tjera që punonin gjithashtu si pastruese. Ato flisnin gjuhë të ndryshme dhe komunikonin pak. Në mbrëmje, kur pushonte, Fatma arrinte në krevatin e saj të ngushtë dhe shikonte fotografinë e Adrianit, duke qarë në heshtje. Çdo javë ajo telefononte në fshat. Zëri i Adrianit nga ana tjetër e linjës ishte gjëja e vetme që e mbante gjallë. "Nën, kur do të vish në shtëpi?" pyeste ai çdo herë. "Shpejt, zemra ime, shpejt", përgjigjej Fatma, edhe pse nuk e besonte vetë. "Më mungon shumë", thoshte Adriani, dhe Fatma dëgjonte vajtin e tij të fshehtë. "Edhe ti më mungon mua, i dashur, por nëna punon shumë fort që ti të kesh gjithçka. Si po shkon në shkollë?" "Mirë, mësuesja thotë që jam i zgjuar, por duaj që ti të jesh këtu që të më ndihmosh me detyrat." Çdo bisedë përfundonte njësoj, me premtimin e Fatmës që do të kthehej shpejt dhe me zemrën e saj që thyhej në copa. Muajt kalonin ngadalë. Fatma punonte pa u lodhur, duke kursyer çdo të ardhur që të mund të dërgonte sa më shumë para në shtëpi. Ajo hante pak, kryesisht bukë dhe djath, ndonjëherë një supë të thjeshtë. Rroba të reja nuk blinte, nuk dilte për argëtim. Çdo centimes shkonte për Adrianin. Mirna telefononte shpesh për të raportuar se si po shkonte djali. "Po rritet shpejt", thoshte ajo, "është bërë më i gjatë, por të pyet për ty çdo ditë. Ka ditë kur nuk ha sepse i mungon ushqimi jot." Këto fjalë i thyenin zemrën Fatmës më shumë se çdo gjë tjetër. Ajo po humbas momentet më të rëndësishme të jetës së djalit të saj, ditëlindjet e tij, ditën e parë të shkollës, arritjet e tij të vogla. Ajo nuk ishte atje për ta përkëdhelur kur ishte i trishtuar, për ta festuar kur kishte sukses, për ta marrë në krah kur kishte nevojë për nënën e tij. Por çdo herë që ndjente se do të dorëzohej, Fatma kujtonte pse ishte atje. Adriani kishte nevojë për një të ardhme më të mirë. Shkolla, veshjet, ushqimi, gjithçka kërkonte para, dhe Fatma do të bënte çdo sakrificë që i duhej për t'i siguruar atij. Me kalimin e kohës, Fatma filloi të mësonte gjuhën lokale, fjalë të thjeshta që i nevojitshin për punë. "Faleminderit, ju lutem, e kuptoj, do ta bëj." Zonja Mylem, zonja e moshuar për të cilën punonte më shpesh, filloi të tregonte pak më shumë butësi ndaj saj.
Një ditë, ajo i ofroi Fatmës një filxhan çaj dhe ul pranë saj në kuzhinë. "Ti punon shumë fort", tha zonja Müller me gjuhën e saj të thyer që Fatma kishte filluar ta kuptonte. "Pse?" Fatma e nxori fotografinë e Adrianit nga xhepi. "Për djalin tim", tha ajo duke i treguar foton. Zonja Müller e shikoi fotografinë me vëmendje dhe në sytë e saj të vjetër, Fatma pa diçka të njohur dhe mshëri. "Ai është shumë i bukur. Ku është?" "Në shtëpi, në vendin tim. Jam këtu që ai të ketë jetë më të mirë." Zonja Müller fërkoi kokën ngadalë. "Kjo është e vështirë, shumë e vështirë, por ti je nën e fortë." Nga ajo ditë, zonja Müller u bë pak më miqësore ndaj saj. Ajo ndonjëherë i linte Fatmës ushqim shtesë ose i gjynte rroba që nuk i përdorte më. Kto ishin gjeste të vogla, por për Fatmën do të thonin shumë. Në një botë ku ndjeheje pa dukshme, këto akte mirësie i kujtuan se ende ishte njeri. Por jo të gjithë ishin të sjellshëm. Në disa shtëpi ku punonte, Fatma trajtohej si mobilje, diçka që bën një punë dhe pastaj harohet. Disa njerëz as që e përshëndesnin, të tjerë flisnin për të sikur nuk ishte atje, duke e komentuar punën e saj në mënyrë kritike. Një ditë, ndërsa po pastronte në një vilë të madhe, Fatma dëgjoi pronarët duke folur për të në dhomën tjetër. "Nuk e di pse duhet paguajmë kaq shumë për këto pastruese", tha gruaja me një zë të irrituar. "Ato vinë nga vende të varfra dhe janë të lumtura me çfarëdo pune." Burri i saj qeshi. "Të paktën ajo punon mirë, shtëpia është gjithmonë e pastër." Fatma ndjeu një rëmuj emocionale, një ndjesi e turpit, inatit dhe trishtimit të përzier, por ajo vazhdoi të punonte, duke mbajtur kokën lart. Ajo nuk punonte për miratimin e tyre, punonte për Adrianin. Në mbrëmje, kur kthahej në dhomën e saj të vogël, Fatma shpesh qante për largësinë nga djali i saj, për vështirësitë e punës, për mënyrën se si trajtohej, për ljetën që kishte lënë pas. Por çdo mëngjes zgjohej me vendosmëri të rinovuar, nuk mund të dorëzohej. Adriani mbështetej ndaj saj. Telefonatat me djalin bëheshin edhe më të rëndësishme. Adriani po ritej dhe Fatma mund ta dëgjonte në zërin e tij. Ai po bëhej më i matur, më i pjekur. Mirna raportonte se ai po shkonte shumë mirë në shkollë. Ishte një nga nxënësit më të mirë në klasë. Mësuesi tha që Adriani ka talent për të lexuar dhe për të shkruar, tha Mirna një ditë. Ai të lexon çdo ditë librat që ja blen ti me paratë që dërgon ti. Kjo lajm mbushi zemrën e Fatmës me krenari. Djali i saj ishte i zgjuar, ai kishte potencial dhe ajo do të sigurohej që ai të kishte çdo mundësi për të realizuar atë potencial. Vitet filluan të kalonin. 1 vit, 2 vjet, 3 vjet. Adriani po ritej pa nënën e tij. Fatma e shihte vetëm në fotografi, imazhe që Mirna ja dërgonte her pas here. Çdo fotografi e tregonte një djalë më të madh, më të gjatë, më të ndryshëm. Ndonjëherë Fatma mezi e njifte. "Apo më haron?" pyeste Fatma Mirnën me frikë. "Jo, motra ime, ai flet për ty çdo ditë. Ai e di që ti po bën sakrifica për të dhe e kupton." Por Fatma dëshironte më shumë se mirë kuptim. Dëshironte të ishte atje, të jetonte momentet e jetës së tij. Por jeta ishte e pamëshirshme. Ajo vazhdoi të punonte, ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaji. Një dimër veçanërisht i ashpër ra mbi Zvicër. Bora mbuloi rrugët dhe ajri bëhej aq i ftohtë saqë Fatma trembeshe edhe brenda shtëpive të ngrohta ku punonte. Por puna nuk ndalonte. Ajo vazhdonte të pastronte, të lante, të punonte pa u lodhur. Një mëngjes, ndërsa po ecte drejt punës, Fatma rrëshqiti në akullin e fshehur nën borë dhe ra fort në tokë. Dhimbja ishte menjëhershme dhe fort, kishte përdhosur kyçin e këmbës. Ajo u përpoq të ngrihej, por dhimbja ishte shumë e madhe. Një kalimtare ndihmoi të çohej dhe e shoqëroi deri te spitali më i afërt. Mjeku e ekzaminua dhe i tha që kishte nevojë për pushim, të paktën 2 javë pa punë që të shërohej plotësisht. Por Fatma nuk mund të pushonte. 2 javë pa punë do të thoshte 2 javë pa të ardhura. Do të thoshte më pak para për t'ia dërguar Adrianit. Ajo refuzoi të pushonte më shumë se disa ditë dhe kthehej në punë me këmbën që ende e dhemte, duke ecur me vështirësi. Zonja Müller e vuri re gjendjen e saj. "Ti duhet pushosh", i tha ajo me shqetësim. "Nuk mund të punosh kështu." "Duhet të punoj", insistoi Fatma.
Djali im ka nevojë për mua. Zonja Müller fërkoi kokën, por nuk tha më shumë. Ajo e dinte që Fatma ishte vendosur dhe asgjë që ajo mund thoshte nuk do ta ndryshonte atë. Në atë periudhë, Fatma mësoi diçka të rëndësishme për veten e saj. Sa e fortë ishte me të vërtetë. Ajo kishte përballuar vështirësi të mëdha në jetë, por kjo përvojë e tregoi se mund të duronte edhe më shumë. Për hir të Adrianit, ajo mund të përballonte çdo gjë. Kur më në fund këmba e saj u shërua plotësisht, Fatma kthihej në ritmin e saj të zakonshëm të punës. Ajo punonte në disa shtëpi çdo ditë, nga mëngjesi deri vonë në mbrëmje. Ditët pushimi ishin të rralla dhe kur i kishte, ajo i kalonte duke folur në telefon me Adrianin ose duke shkruar letra për të. Fatma shkronte letra të gjata për djalin e saj, letra plot dashuri, këshilla dhe ëndra. Ajo i tregonte për punën e saj, për vendin ku jetonte, për njerëzit që takonte, por mbi të gjitha i thoshte se sa shumë e donte dhe se çdo ditë mendonte për të. Adriani gjithashtu i shkronte letra nënës së tij. Në fillim shkruara e tij ishte e pasigurt, me gabime dhe fjalë të gabuara, por me kalimin e kohës, letrat e tij bëheshin gjithnjë e më të mira. Ai i tregonte për shkollën, për miqtë e tij, për librat që lexonte. Një ditë Fatma mori një letër që e bëri të qante lot gëzimi. Adriani kishte shkruar: "Nënë e dashur, mësuesi tha që jam studenti më i mirë të klasës. Ai tha se nëse vazhdoj kështu, mund të shkoj në universitet një ditë. Dua ta bëj për ty nën, dua ta bëj krenar. Ti po punon aq shumë për mua dhe unë premtoj që nuk do ta zhgënjej. Do të studioj fort dhe do të bëhem diçka e madhe. Një ditë do të jem unë ai që do të kujdeset për ty, ashtu siç ti kujdesesh për mua tani. Të dua më shumë se çdo gjë në botë." Fatma e lexoi këtë letër përsëri dhe përsëri, duke qarë çdo herë. Fjalët e Adrianit i dhan forcë të re. Gjithë sakrifica, gjithë dhimbja, gjithë vetmia, të gjitha ja vlenin nëse Adriani po rritet në një djalë kaq të mrekullueshëm. Ajo e shkroi përsëri djanit të saj, duke e inkurajuar të vazhdonte të studionte fort, të ëndërronte për të madhe dhe nuk të harronte kurrë se sa shumë e donte nëna e tij. Vitet vazhduan të kalonin në një ritëm të ngadaltë dhe të dhimbshëm. Fatma po plakej, duart e saj po bëheshin më të ashpra, trupi i saj po lodhej më shpejt dhe fytyra e saj po mbulohej me rrudha të thella, por ajo nuk ndalonte. Çdo mëngjes zgjohej me të njëjtin vendim, të punonte për Adrianin. Adriani tani ishte një adoleshent, zëri i tij në telefon ishte bërë më i thellë, fjalët e tij më të pjekura. Ai vazhdonte të shkonte shumë mirë në shkollë dhe Mirna raportonte se mësuesit e tij thanë se kishte potencial për të shkuar në universitetet më të mira. Ai studion ditë e natë, tregonte Mirna. Shpesh e gjej që studion deri në vonë në natë, duke lexuar libra me dritën e lampës. I them që të pushoj, por ai thotë që nuk mund, që duhet të jetë i denjë për sakrificën tënde. Këto fjalë mbushin Fatmën me një përzierje emocionesh, krenari për vendosmërinë e Adrianit, por edhe trishtim për presionin që ai ndjente. Ajo nuk donte që ai të ndihej barë për shkak të saj. Ajo thjesht donte që ai të ishte e lumtur dhe i shëndetshëm. Tregoja që nëna nuk don që ai të ndihet i ngarkuar, I tha Fatma Mirnës. Dua thjesht që të jetë i lumtur dhe i shëndetshëm. Por Adriani kishte ambicie të mëdha. Ai kishte vendosur që do të bëhej avokat, dikush që mund të ndihmonte njerëzit, që mund të luftonte për drejtësi. Kjo ëndër u bë forca shtytse e jetës së tij. Kur erdhi koha për të aplikuar për universitet, Adriani fitoi një bursë të plot në njërin nga universitetet më prestigjioze të vendit. Kur Fatma dëgjoi lajmin, ajo qau aq fort sa që zonja Müller, që po ndodhej afër, u shqetësua. "Çfarë ndodhi? A je mirë?" pyeti zonja e moshuar. Djali im fitoi bursë për universitet," arriti të thoshte Fatma me slotve. "Ai do të bëhet avokat." Zonja Müller buzëqeshi me butësi. "Kjo është e mrekullueshme. Ti duhet të jesh shumë krenar." "Jam," tha Fatma, duke fshirë lotët. "Jam krenar më shumë se çdo gjë tjetër në botë." Por edhe me bursën, Adriani do të kishte shpenzime të tjera, për libra, për materiale, për jetesë. Fatma duhej të vazhdonte të punonte, të dërgonte para, të sigurohej që djali I saj kishte gjithçka që I duhej. Ajo filloi të punonte edhe më shumë. Në vend që të pushonte një ditë në javë, ajo punonte 7 ditë.
Në vend që të punonte në 5 shtëpi, ajo gjente punë në 7. Trupi i saj po ankohej, por ajo nuk e dëgjonte. Kishte vetëm një qëllim, të siguronte që Adriani të përfundonte studimet e tij. Në universitet, Adriani shkëlqente. Ai ishte një nga studentët më të mirë në kursin e tij. Profesorët e lavdëronin për inteligjencën dhe punën e tij të palodhur, por ajo që e bënte Adrianin më të veçantë nuk ishte vetëm inteligjenca e tij, ishte zemra e tij. Ai nuk harroi kurrë nga kishte ardhur, nuk harroi kurrë sakrificën e nënës së tij. Ai rinte i përulur dhe i fokusuar, duke refuzuar të shpërdoronte kohë ose para. Çdo centezim që nëna e tij dërgonte, ai e vlerësonte sikur të ishte një thesar. Në vitet e universitetit, Adriani studioi me një intensitet që shqetësonte edhe miqtë e tij. Ndërsa të tjerët dilnin për argëtim, ai qëndronte në bibliotek. Ndërsa të tjerët shpenzonin para për gjëra të kota, ai kursente çdo gjë. "Psi nuk del me ne?" e pyesnin shokët e tij. "Ti punon shumë fort, ke nevojë të relaksohesh." Por Adriani thjesht tund kokën. "Nuk mund, kam një premtim për të mbajtur." Dhe ai mbante atë premtim çdo ditë. Ai studioi ligjin me një pasion që rrallë shihet. Ai lexonte çdo rast, çdo libër, çdo artikull që mund të gjente. Ai merrte pjesë në gara dhe debate ligjore, duke fituar çmime dhe njohje. Por ndërsa Adriani po arrinte sukses pas suksesi, Fatma po përballej me vështirësi të reja. Trupi i saj, i rënduar nga vitet e punës së rënd, po fillonte të dorëzohet. Dhimbjet në shpinë bëheshin të vazhdueshme. Duart e saj ishin të deformuar nga artriti. Shpesh ndjente lodhje kaq të madhe sa që mezi mund të qëndronte më këmbë. Por ajo nuk u ankua kurrë, as në telefon me Adrianin, as me Mirnën. Ajo nuk donte që ata të shqetësoheshin. Ajo thjesht vazhdoi të punonte, ditë pas dite, duke injoruar dhimbjen dhe lodhjen. Një ditë, ndërsa po pastronte shkallët e një shtëpie, Fatma ndjeu një dobësi të papritur. Bota filloi të rrotullohet dhe ajo ra në gjunjë. Pronarja e shtëpisë e gjeti atje dhe menjëherë thirri ambulancën. Në spital, mjekët i than Fatmës që kishte mbivuajti. Trupi i saj ishte i lodhur, presioni i gjakut ishte i lartë dhe ajo kishte nevojë për pushim të mirëfillt. Jo vetëm disa ditë, por javë, muaj ndoshta. Nëse nuk pushon, do të ketë pasoja të rënda, paralajmërua mjeku me seriozitet. Por Fatma nuk mund të pushonte. Si mund të pushonte kur Adriani po studionte në vitin e fundit të universitetit, kur ishte kaq afër të realizonte ëndrrën e tij? Në telefon, Adriani e ndjeu që diçka nuk ishte në rregull. "Nën, ti tingëllon e lodhur, a je mirë?" "Jam mirë, zemra ime. Gjithë shtova pak nga puna." "Nën, dua që të pushosh. Kemi punuar shumë. Tani unë po mbaroj shkollën. Së shpejti do të filloj të punoj dhe atëherë do të jem unë që do të kujdesem për ty." "E di, dashur, por ende kam pak kohë derisa të mbarosh dhe pastaj do të pushoj. Premtoj." Por edhe kjo bisedë nuk i thoshte të vërtetën e plot. Fatma po dobësohej shpejt. Mjekët e kishin paralajmëruar, por ajo kishte zgjedhur të injoronte këshillat e tyre. Tani po paguan çmimin. Një natë, ndërsa po qëndronte në dhomën e vogël që zonja Müller ja kishte dhënë, Fatma ndjeu një dhimbje të fortë në krahëror. Ajo thirri për ndihmë dhe zonja Müller menjëherë thirri ambulancën. Në spital, mjekët zbuluan që Fatma kishte pësuar një atak të lehtë në zemër. Ishte një paralajmërim. Trupi i saj po i thoshte që nuk mund të vazhdonte kështu. "Duhet të ktheheni në shtëpi," i tha mjeku. "Duhet të jeni pranë familjes suaj. Nuk mund të vazhdoni të jetoni vetëm këtu dhe të punoni në këtë mënyrë." Fatma e dinte që ai kishte të drejtë, por si mund të kthehej tani kur Adriani ishte kaq afër përfundimit të studimeve? Si mund të dorëzohej kur ishte ardhur kaq larg? Lajmi për gjendjen shëndetësore të Fatmës arriti deri te Adriani përmes zonjës Müller, që mori leje nga Fatma për të kontaktuar me të. Kur dëgjoi që nëna e tij kishte qenë në spital, Adriani u trondit thellësisht. Ai menjëherë telefonoi Fatmën dhe për herë të parë në vite, Fatma nuk arriti të fshehë dhimbjen dhe lodhjen e zërin e saj. "Nën, pse nuk më the?" pyeti Adriani me zë të thyer. "Pse vazhdove të punosh kur ishe kaq e sëmur?" "Nuk doja të shqetësoheshe," tha Fatma dobët. "Ke nevojë të fokusohesh te studimet."
Studimet, nën, je më e rëndësishme se çdo gjë tjetër, si prisje që unë të fokusohesha kur ti je në atë gjendje. Do t'jem mirë, përpiqej ta siguronte Fatma. Mjekët thanë që kam nevojë vetëm të pushoj. Atëherë do të vish në shtëpi, tani, do të kujdesem për ty. Jo, tha Fatma me forcë të papritur në zë. Jo derisa të mbarosh universiteti. Jam ardhur kaq larg, Adriani. Nuk do të dorëzohem tani. Ti do të mbarosh shkollën dhe pastaj do të shohim. Adriani donte të protestonte, por e njihte nënën e tij. Kur Fatma kishte marrë një vendim, asgjë nuk mund ta ndryshonte. Ai pranoi, por vetëm me një kusht. Atëherë premtom diçka, nën. Premtom që do të kujdesesh për veten, që do të pushosh, që nuk do të punosh më shumë se sa duhet, dhe që kur të mbaroj, do të vish këtu për të jetuar me mua. Po ti je në shkollë, si mund të jetoj me ty? Do të gjej një mënyrë. Premtom, nën. Fatma premtoi, edhe pse nuk ishte e sigurt se si do të mund ta mbante atë premtim. Në muajt që pasuan, Fatma pushoi nga puna e rëndë. Zonja Müller e mbante pranë vetes, duke i dhënë vetëm detyra të lehta për ta mbajtur të zënë. Fatma ngrihej ngadalë, edhe pse trupi i saj nuk do të ishte kurrë më i njëjtë. Adriani telefononte çdo ditë, ndonjëherë 2 herë në ditë. Ai i tregonte për studimet e tij, për projektet e tij, për planet e tij për të ardhmen. Dhe çdo herë, ai e siguronte nënën e tij që së shpejti gjithçka do të ndryshonte. Kur të mbaroj, nën, do të sjell këtu për të jetuar me mua, do të jap gjithçka që nuk e pasur kurrë. Do të jetosh në një shtëpi të bukur, do të hash ushqim të mirë, do të kesh gjithçka që të duhet. Nuk do të duhet të punosh kurrë më. Këto fjalë i mbushnin zemrën e Fatmës me gëzim dhe shpresë. Ajo kishte ëndërruar për këtë moment për aq shumë vite. Momenti kur sakrifica e saj do të shpërblehej, kur do të mund t'i jepte fund vuajtjes dhe t'jetonte në paqe. Ditët kaluan në javë, javët në muaj. Adriani po i afrohej ditës diplomimit. Ai kishte kaluar të gjitha provimet me nota të shkëlqyera. Ai kishte marrë oferta për punë nga disa nga firmat më të prestigjioze në vend. E ardhmja e tij ishte ndritshme, plot me mundësi. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, Fatma priste. Ajo priste me zemër të rëndë nga malli, por edhe me shpresë. Së shpejti do ta shihte gjalin e saj përsëri. Së shpejti do t'ishim bashk. Dita e diplomimit e Adrianit ishte një ditë që Fatma nuk do ta harronte kurrë. Edhe pse ajo nuk mund të ishte aty fizikisht, Mirna mori përsipër të shkonte në vend të saj dhe të bënte video të gjithë ceremonisë. Fatma e shikoi atë video përsëri dhe përsëri. Ajo pa gjalin e saj, tani një burr i rritur, i veshur me robën e diplomimit, duke ecur në skenë për të marrë diplomën e tij. Ajo e pa atë duke buzëqeshur, duke shtrënguar dorën e dekanit, duke ngritur diplomën në ajër, dhe në atë moment, Fatma qau lot gëzimi. Gjithë sakrifica, gjithë dhimbja, gjithë vitet e vetmisë, të gjitha ja vlenin për këtë moment. Gjali i saj kishte arritur, ai kishte mbaruar universitetin me honor, kishte diplomuar si avokat, ëndra e tyre ishte realizuar. Mirna telefonoi Fatmën me një herë pas ceremonisë, duke ja kaluar telefonin Adrianit. Nën, tha Adriani, dhe Fatma mund ta dëgjonte emocionin në zërin e saj. E bëra zemra ime, tha Fatma, duke qarë hapurazi tani. Jam kaq prenare për ty, kaq prenare. Tani është radha ime, nën. Tani unë do të kujdesem për ty. Kam marrë një punë në një firmë të mirë, paga është e mirë, dhe po filloj të kursej para për diçka të veçantë. Çfarë, i dashur? Do të shohësh, por premto më diçka. Kur të them, do të vish, do të lësh gjithçka dhe do të vish këtu. Fatma buzëqeshi përmes lotëve. Premtoi. Në muajt që pasuan, Adriani filloi punën e tij si avokat i ri. Ai punoi me të njëjtën vendosmëri dhe intensitet që kishte treguar gjatë studimeve. Ai merrte raste të vështira, punonte orë të gjata dhe shpejt filloi të bëhej i njohur për aftësitë e tija. Por edhe në mes të gjithë kësaj pune, Adriani nuk harroi kurrë qëllimin e tij kryesor. Ai kursente çdo centezim që mund të kursente. Ai jetonte thjesht, duke refuzuar luksin që tani mund të përballonte, sepse ai kishte një plan. Një ditë, Adriani telefonoi Fatmën me lajme që e bën të qante. Nën, bleva një tokë dhe po filloj të ndërtoj një shtëpi. Një shtëpi? Pyeti Fatma me habi. Po, një shtëpi për ne,
Për ty dhe për mua, do t'jetë e madhe dhe e bukur, me një kopsht ku ti mund të mbjellësh lule, me dritare të mëdha që lëshojnë dritë, me një dhomë vetëm për ty ku mund të pushosh dhe të lexosh. Do t'jetë shtëpia që ke merituar gjithmonë, nën. Fatma nuk mund të fliste. Ajo thjesht qante, duke dëgjuar djalin e saj që i përshkruante shtëpinë që do të ndërtonte për të. Sa kohë do të marr? Pyeti ajo më në fund. Disa muaj, por po punoj me ndërtuesit më të mirë. Do të sigurohem që gjithçka të jetë perfekte. Dhe kur të përfundoj, do të vi vetë të marr, do të sjell në shtëpinë tonë të re. Këto lajme i dhan Fatmës një energji të re. Ajo filloi të përmirësohej pak nga gjendja shëndetësore. Shpresa për një jetë të re, për një fillim të ri, e bëri të ndjehet më të fortë. Ajo e vizitonte zonjën Müller çdo ditë, duke polur për Adrianin, për shtëpinë që po ndërtohej, për jetën e re që e priste. Zonja e moshuar dëgjonte me buzëqeshje, duke ndarë gëzimin e Fatmës. Ti e meritove këtë, ke punuar aq shumë, ke sakrifikuar aq shumë, tani është koha për të qenë e lumtur. Muajt kaluan me një përzierje të papritur të shpejtësisë dhe ngadalësisë. Për Fatmën, çdo ditë dukej si një përjetësi, sepse ajo po priste me padurim, por njëkohësisht, koha po fluturonte sepse ajo e dinte që së shpejti gjithçka do të ndryshonte. Adriani dërgonte fotografi rregullisht të përparimit të ndërtimit. Fatma i shikonte me sy plot lotësh gëzimi. Muret që ngriteshin, çatia që vendosej, dritaret që instaloheshin, çdo hap më afër ëndrrës së saj. "Shiko këtë, nën," thoshte Adriani në telefon. "Ky është kopshti ku do të mbjellësh lule, dhe këtu është veranda ku mund të ulesh dhe të shijosh diellin, dhe kjo dhomë e madhe me dritare, kjo është dhoma jote." Fatma i bënte pyetje për çdo detaj. "A ka një kuzhinë të madhe?" "Po, nën, me gjithçka që të duhet, do të mund të gatuash gjithçka që të pëlqen. Dhe bibliotekë për librat e tu?" "Po, e ka menduar edhe atë, dhe një dhomë studimi ku mund të punoj nga shtëpia." "Dhe një vend për të mbajtur fotografitë tona?" "Po, nën, do të ketë vend për të gjitha fotografitë, të gjitha kujtimet. Do ta bëjmë atë në një shtëpi plot me dashuri dhe kujtime të bukura." Këto biseda i dhan Fatmës forcë për të kaluar ditët. Ajo ndërronte për atë shtëpi, për jetën e re që do të fillonte atje. Ajo imagjinonte veten duke gatuar në kuzhinë, duke punuar në kopsht, duke pritur Adrianin të kthehej nga puna. Por më e rëndësishmja, ajo imagjinonte veten duke jetuar pranë djalit të saj, djalit që nuk e kishte parë për aq shumë vite, që e kishte rritur nga larg, që kishte sakrifikuar kaq shumë për të. Një ditë, Adriani telefonoi me lajme që e bën zemrën e Fatmës të kërcej. "Nën, shtëpia është gati, gjithçka është përfunduar. Unë do të vi të marr javën e ardhshme." Fatma nuk mund ta besonte. Pas aq vitesh vuajtjeje, pas aq saj vetmije, pas aq saj sakrifice, së fundmi momenti kishte ardhur. Ajo e tha zonjën Müller lajmin dhe zonja e moshuar e përqafoi hort. "Jam kaq e lumtur për ty, ti e meritove këtë më shumë se kushdo që njoh." Në ditët që pasuan, Fatma përgatitej për udhëtimin. Ajo paktoi sendet e saj të pakta, rroba të konsumuara nga vitet e punës, disa fotografi të vjetra, letrat nga Adriani. Nuk kishte shumë për të marrë. Jeta e saj në Zvicër kishte qenë e thjeshtë, e fokusuar vetëm në një qëllim, në djalin e saj. Zonjë Müller organizoi një darkë lamtumire të vogël për Fatmën. Ishin vetëm ato dy, duke ndarë një vakt të thjeshtë në kuzhinën e ngrohtë të shtëpisë. Ato folën për vitet që kishin kaluar bashk, për miqësinë që kishte rritur mes tyre. "Do të më mungosh," tha zonjë Müller me sinqeritet. "Ti nuk ishe vetëm punëtore për mua, ishe shoqe, ishe shok, më ndihmore të mos ndihesha vetëm në këtë shtëpi të madhe." "Edhe ju më ndihmuat mua," ju përgjigj Fatma. "Kur trupi im po më tradhtonte, kur nuk kisha ku të shkoja, ju më dhat strehim dhe dashuri. Kurrë nuk do ta harroj këtë." Ato përqafuan me lot, duke e ditur që ndoshta nuk do të takoheshin më kurrë. Dita e largimit erdhi me një mëngjes të pastër pranvere. Fatma u zgjua herët, duke e ditur që sot jeta e saj do të ndryshonte përgjithmonë. Ajo veshti rrobat e saj më të mira, një fustan të thjeshtë blu që zonjë Müller ja kishte dhuruar, dhe mori çantën e vogël me sendet e saj. Adriani kishte ardhur me makinë për ta marrë.
Kur Fatma e pa djalin e saj duke pritur jashtë, zemra i ndaloi për një moment. Ishte bërë aq i gjatë, aq i rritur, aq i bukur. Mjekra e lehtë në fytyrë, kostumi elegant që mbante, qëndrimi i tij i sigurt. Kjo nuk ishte më djali i vogël që ajo e kishte lënë. Ky ishte një burr i pjekur. Por kur sytë e tyre u takuan, gjithçka tjetër zhdukej. Adriani vrapoi drejt nënës së tij dhe përqafoi fort, duke qarë haptazi. "Nën," tha ai me zë të thyer, "nën ime e dashur." Fatma nuk mund të fliste. Ajo thjesht e mbante fort, duke ndjellur erën e tij, duke prekur fytyrën e tij, duke siguruar veten që kjo ishte e vërtetë. Pas gjithë atyre vitesh, ajo po mbante përsëri djalin e saj. Ata qëndruan të përqafuar për ato që dukeshin si orë. Zonjë Müller i shikonte nga dritarja, duke fshirë lotët e saj. Kur më në fund u ndan, Adriani shikoi nënën e tij me kujdes. Ai pa rrudhat e thella në fytyrën e saj, duart e deformuara nga puna, trupin e dobësuar nga vitet e sakrificës, dhe zemra e tij u mbush me një përzierje dhimbjeje dhe mirënjohjeje. "Nën, ti ke punuar kaq shumë," tha ai duke e prekur butësisht fytyrën e saj. "Por tani do të pushosh, nuk do të punosh më kurrë, do të kujdesem për ty ashtu siç ti ke kujdesur për mua." Fatma buzëqeshi përmes lotëve. "Ti tashmë ke kujdesur për mua i dashur, me çdo letër që më ke shkruar, me çdo bisedë në telefon, me çdo sukses që ke arritur. Ti më ke dhënë një arsye për të jetuar, për të vazhduar." Ata u përshëndetën me zonjë Müller dhe pastaj hipën në makinë. Ndërsa largoheshin, Fatma shikoi prapa për herë të fundit në vendin që kishte qenë shtëpia e saj për aq shumë vite. Ajo ndjeu një përzierje emocionesh, trishtim për t'u ndarë me zonjë Müller, por edhe një lehtësim të madh që ajo kapitulli i jetës së saj po mbyllej. Udhëtimi në shtëpi ishte i gjatë, por Fatmës nuk i dukej fare. Ajo kaloi gjithë kohën duke folur me Adrianin, duke e pyetur për gjithçka, për punën e tij, për jetën e tij, për shoqërinë e tij. Adriani i tregoi gjithçka. Ai foli për rastet e tij të para si avokat, për klientët që kishte ndihmuar, për sukseset që kishte arritur. Por ai foli edhe për vështirësitë, për netët e gjata të punës, për presionin, për dyshimet që kishte pasur. Por çdo herë që ndihesha i dobët, mendoja për ty. Mendoja për të gjitha ato vite që ti ke punuar në kushte të vështira, larg shtëpie, larg unë, dhe kjo më jepte forcë për të vazhduar. Nëse ti mund ta bëje, atëherë edhe unë mund ta bëja. Fatma e dëgjonte me zemër plot krenari. Djali i saj nuk ishte vetëm i suksesshëm, ishte i mirë, i sjellshëm, i ndershëm. Sakrifica e saj kishte prodhuar jo vetëm një avokat të shkëlqyer, por një njeri të mrekullueshëm. Ndërsa afroheshin në qytetin ku Adriani kishte ndërtuar shtëpinë, Fatma filloi ta ndjente emocioni të rritet. Ajo shikonte nga dritarja, duke parë peizazhet që i bëheshin gjithnjë e më të njohura. "Po afrohemi," tha Adriani me një buzëqeshje të madhe, "vetëm pak më shumë." Ata kaluan në përqendër të qytetit, një vend i bukur me ndërtesa të reja, parqe të mbjella me lule, rrugë të pastra. Ishte shumë më i zhvilluar se fshatin ku Fatma kishte jetuar dikur. "Ky është qyteti ku punoj," shpjegoi Adriani. "I tregoj një ndërtesë të lartë në qendër, por ne nuk do të jetojmë në qendër. Kam ndërtuar shtëpinë pak ashtë, në një zonë më të qetë, me më shumë hapësirë." Ata vazhduan të udhëtonin për disa minuta të tjera, duke dalë nga qyteti dhe duke hyrë në një zonë më të gjelbër. Dhe pastaj, Adriani ktheu në një rrugë të gjerë të rrethuar me pemë. "Këtu jemi," tha ai duke ngadalësuar makinën. Fatma shikoi nga dritarja dhe e pa. Shtëpia që Adriani kishte ndërtuar për të, dhe ishte më e bukur se çdo gjë që ajo kishte imagjinuar ndonjëherë. Ishte një vile madhe dhe elegante, me fasadë të bardhë dhe dritare të mëdha që shkëlqenin në diellin e pasdites. Përpara kishte një obor të gjerë me barë të gjelbër të sapo mbjell dhe pemë të reja që sapo kishin filluar të rriten. Kishte një kopsht i nanash, plot me lule me ngjyra të ndryshme, dhe një veranda të madhe në ballë me karrige dhe tavolina, ku mund të uleshin dhe të shijonin bukurinë. Fatma nuk mund të fliste. Ajo thjesht shikonte, duke qarë në heshtje. Adriani ndaloi makinën dhe e shikoi nënën e tij. "Mirë se erdhe në shtëpinë tonë, nën." Ai zbriti nga makina dhe e hapi derën për Fatmën. Ajo doli duke u mbështetur pak në të, këmbët e saj të dopta nga emocionet. Ata ecën ngadalë drejt hyrjes së shtëpisë, dorë për dore. Kur Adriani hapi derën, Fatma hyri në një botë krejt të re.
Brendësia ishte edhe më e bukur se sa jashtë. Dyshemet ishin prej drurit të ndritshëm, muret të lyera me ngjyra të buta dhe të ngrohta. Mobiljet ishin të reja dhe komode, por jo të tepruara, elegante dhe të mira, sikurse Adriani e dinte që nëna e tij do të pëlqente. "Eja, do të ta tregoj gjithçka", tha Adriani me entuziazëm. Ai e udhëhoqi nëpër shtëpi, duke ja treguar çdo dhomë, saloni i madh me një oxhak të bukur, kuzhina e gjerë me gjithë pajisjet moderne, dhoma e ngrënies me një tavolinë të madhe ku mund të grumbulloheshin për vakte, biblioteka me rafte të mbushura me libra, dhoma e studimit ku Adriani punonte. Dhe pastaj, ai e çoi Fatmën në katin e sipërm, ku ishin dhomat e gjumit. "Dhe kjo", tha ai, duke hapur derën e një dhome të madhe, "është dhoma jote." Fatma hyri dhe ndaloi. Dhoma ishte e bukur, një krevat i madh i mbuluar me shtroj të buka, një dollap i gjerë për rrobat, një koltuk komod pranë dritares dhe një tavolinë e vogël ku mund të lexonte ose të shkruante. Dritaret ishin të mëdha dhe hapeshin drejt kopshtit, duke lejuar që drita e diellit të depërtonte në dhomë. Por, më e prekshme ishin muret. Adriani I kishte mbuluar me fotografi të tyre dy, nga koha kur Adriani ishte I vogël deri te fotografi më të reja. Kishte edhe fotografi nga ditëlindjet e tij që Fatma I kishte humbur, nga dita e tij e diplomimit, nga momentet e rëndësishme të jetës së tij. Dhe në mes të gjithave kishte një fotografi të madhe, të vetmen fotografi që ata kishin së bashku para se Fatma të largohej. Fatma u afrua te fotografia dhe e preku butësisht. Në të, Adriani ishte vetëm 6 vjeç, duke buzëqeshur në krahët e nënës së tij. Fatma ishte e re atëherë, fytyra e saj e pa prekur nga vitet e punës. Ata të dy dukeshin të lumtur, të pafajshëm, të pavetëdijshëm për vitet e vështira që do të vinin. "Doja që të mbash gjithmonë këto kujtime pranë", tha Adriani but. "Pavarësisht se ku jemi pasur fizikisht, gjithmonë kemi qenë bashkë në zemër." Fatma u kthye dhe e përqafoi djalin e saj, duke qarë në gjoksin e tij. "Si arrita të kisha një djalë kaq të mrekullueshëm?" "Sepse kisha një nënë të mrekullueshme", I u përgjigj Adriani, duke e përqafuar fort. Ditët e para në shtëpinë e re ishin si një ëndër për Fatmën. Ajo zgjohej çdo mëngjes në dhomën e saj të bukur, në krevatin e butë, me dritën e diellit që depërtonte nga dritaret. Për herë të parë në vite, ajo nuk kishte nevojë që të ngrihej që në agjim për të shkuar në punë. Ajo mund thjesht të qëndronte në krevat, të shijonte qetësinë, të dëgjonte zogjt që këndonin jashtë. Adriani kujdesej për gjithçka. Ai përgatiste mëngjesin para se të shkonte në punë, kafen e nxehtë që Fatma e pëlqente, bukën e freskët me djath dhe reçel, një pjatë me fruta. Ai e siguronte që nëna e tij të kishte gjithçka që I duhej para se të largohej. "Mos bëj asgjë të rëndë sot. Pushoje, lexo, shijo kopshtin. Unë do të kthehem për drek." Dhe ai mbante premtimin e tij. Çdo ditë, në mesditë, Adriani kthehej në punë për të ngrënë drek me nënën e tij. Ato ishin momentet më të çmuara për Fatmën, duke ndarë një vakt me djalin e saj, duke dëgjuar për ditën e tij, duke qeshur dhe folur sikur po kompensonin për të gjitha të kohë të humbur. Në mbrëmje, kur Adriani përfundonte punën, ata hanin darkë së bashku. Shpesht Fatma gatuante, diçka që e kishte ëndruar për vite. Ajo gatuante pjatat tradicionale që Adriani I pëlqente kur ishte I vogël, dhe djali I saj hante me apetit, duke lavdëruar çdo kafshat. "Asnjë restorant në botë nuk mund të bëjë ushqim kaq të mirë sa ti, nën", thoshte ai, dhe Fatma buzëqeshte me krenari. Pas darkës, shpesh uleshin në salon duke biseduar ose duke shikuar fotografitë e vjetra. Adriani e pyeste për të kaluarën, për jetën e saj para se ai të lindte, për historinë e familjes tonë. Dhe Fatma e tregonte, duke e hapur zemrën e saj dhe ndar histori që kishte mbajtur brenda për vite. Por kishte edhe momente kur Fatma nuk mund të shihte dhimbjen. Shpesh, kur shikonte Adrianin, ajo mendonte për të gjithat kohë që kishin humbur. Ditëlindjet, pushimet shkollore, mbrëmjet që mund të kishin pasuar së bashku, të gjitha ato momente të çmuara që ajo kishte humbur përgjithmonë. Një mbrëmje, kur u uleshin në veranda dhe e shijenin perëndimin e diellit,
Fatma e shprehte këtë dhimbje. Ndonjëherë dëshiroj që të mund të ktheja kohën, tha me zë të butë, që të mund të kisha qenë atje për ty kur ke pasur nevojë. Adriani mori dorën e nënës së tij dhe e shtrëngoi butë. Nën, ti ke qenë gjithmonë atje për mua, edhe kur nuk ishe fizikisht pranë, unë e ndjeja praninë tënde. Çdo herë që Mirna më jepte para për shkollë, e dija që ato ishin nga puna jote e rëndë. Çdo herë që blija një libër të ri, e dija që ti e kishe bërë të mundur. Ti nuk ke humbur jetën time, nën. Ti e ke bërë atë të mundur. Por ka aq shumë momente që kam humbur, ditëlindjen tënde të 7, të 8, të 9, ditën e parë kur ke shkuar në shkollë të mesme, natën e parë kur ke studiuar deri vonë për provime. Unë nuk kam qenë atje për asnjë prej këtyre. Por ti ishe arsyeja pse unë isha atje, arsyeja pse shkova në shkollë, arsyeja pse studiova fort, arsyeja pse nuk dorëzova në jetë. Çdo sukses që kam arritur, e kam arritur për shkak tënde. Fatma kau në heshtje dhe Adriani e përqafoi. Ata qëndruan kështu për një kohë të gjatë, duke ndarë dhimbjen dhe dashurinë, duke kuptuar se pavarësisht kohës së humbur, lidhja e tyre ishte më e fortë se kurrë. Me kalimin e javëve, Fatma filloi të përshtatet me jetën e saj të re. Trupi i saj, i mësuar me punë të rëndë, tani po mësonte të pushoj. Ajo kalonte ditët duke lexuar librat që gjente në bibliotekën e Adrianit, duke punuar ngadalë në kopsht, duke gatuar, duke kujdesur për shtëpinë në mënyrë të butë dhe pa presion. Por më e rëndësishmja, ajo kalonte kohë me Adrianin. Ata kishin krijuar një rutinë të bukur, mëngjesin së bashku, dreka kur Adriani kthehej, darkat e gjata të ndjekura nga biseda. Fundi i javës ishte veçanërisht i çmuar, kur ata kishin ditë të tëra për t'i kaluar së bashku. Një fundjavë, Adriani e mori Fatmën për një shëtitje në qytet. Ai donte t'ja tregonte vendin ku punonte, lokalet ku shpesh hante drek, parqet ku shëtiste kur kishte nevojë për ajër të pastër. Kur ecnin nëpër rrugët e qytetit, Fatma vuri re se shumë njerëz e përshëndesnin Adrianin me respekt. Disa ndaluan për të folur me të, duke e pyetur për raste ose duke e falenderuar për ndihmën që u kishte dhënë. Ti je shumë i respektuar këtu, tha Fatma me krenari. Adriani buzëqeshi modestisht. Përpiqem të ndihmoj sa më shumë që mundemi. Ka shumë njerëz që kanë nevojë për drejtësi, por nuk kanë mjetet për ta kërkuar atë. Përpiqem të jem zëri atyre që nuk dëgjohen. Fatma e shikoi djalin e saj me sy plot admirim. Ky nuk ishte vetëm një avokat i suksesshëm, ky ishte një njeri që përdorte dieninë e tij për të ndihmuar të tjerët, që luftonte për drejtësi, që kishte zemër. Baba yt do t'ishte aq krenar për ty, tha Fatma, duke përmendur për herë të parë në vite burrin e saj të vdekur. Adriani ndaloi dhe e shikoi nënën e tij. Më trego për të, tha i butë. Ti rrallë flet për babain. Ata ulën në një bank në park dhe Fatma filloi të tregoj. Ajo foli për burrin e saj, një burr i mirë që kishte vdekur shumë i ri, duke e lënë atë me një fëmijë të vogël. Ajo foli për dashurinë që kishin ndarë, për ëndrat që kishin pasur, për dhimbjen e humbjes së tij. Ai donte që ti të kishe një jetë më të mirë, tha Fatma. Kur donte, ai më tha, bëje Adrianin krenar, sigurohu që ai të ketë mundësi që unë nuk i pata, dhe kjo është ajo që kam përpjekur të bëj gjithë jetën. Adriani e përqafoi mënën e tij. Ju të dy më keni bërë krenar, ju më keni dhënë gjithçka që kam, jo vetëm mundësitë, por edhe vlerat, karakterin, forcën. Unë jam ai që jam për shkak tuaj. Ata qëndruan në atë park për orë, duke ndarë histori, duke qarë, duke qeshur, duke krijuar kujtime të reja që do t'i mbante gjithmonë. Kur ktheheshin në shtëpi, Fatma ndjeu një ndjenjë paqeje që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Ajo kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjithë këto vite, një vend ku mund të ishte me djalin e saj, ku mund të pushoj, ku mund të jetoj në dashuri dhe kujdes. Por jeta nuk ishte vetëm dashamirësi dhe paqe, kishte edhe momente sfiduese. Shëndeti i Fatmës, i dëmtuar nga vitet e punës së rëndë, kërkonte vëmendje të vazhdueshme. Adriani sigurohej që nëna e tij të shkonte rregullisht tek mjekët, të merrte ilaçet e saj, të kujdesej për veten. Një ditë, mjeku i tha Adrianit se gjendja e nënës së tij ishte e qëndrueshme, por e brisht. Ajo ka punuar trupin e saj tej mase, shpjegoi mjeku. Zemra e saj është e dobët, nyjet e saj janë të konsumuara nga artriti dhe sistemi i saj është i lodhur. Ajo ka nevojë për qetësi, kujdes dhe dashuri. Dhe duket se ti po ja jep të gjitha këto.
Adriani e falenderoi mjekun, por brenda kishte frikë. Çfarë sikur ta humbas nënën e tij tani, kur kishin gjetur më në fund paqen së bashku? Çfarë sikur të gjitha ato vite sakrifice të përfundonin me kohë shumë të shkurtër së bashku? Por ai nuk ja tregoi këto frikra nënës. Në vend kësaj, ai u bë edhe më i vëmendshëm, edhe më i dashamirës. Ai sigurohej që nëna e tij të hente mirë, të pushonte mjaftueshëm, të mos bënte punë të rënda. Nëna, va ana e saj, e vuri resh qetësimin e Adrianit, edhe pse ai përpiqej ta fshihte. Një mbrëmje, ndërsa uleshin së bashku, ajo e mori në pyetje. Zemra ime, pse duket se je i shqetësuar? Pyeti ajo. Adriani përpiqej të buzëqeshte. Nuk jam i shqetësuar, nën. Thjesht dua të sigurohem që je mirë. Unë jam më e mirë se sa kam qenë në ndonjëherë, tha Fatma me sinqeritet. Për herë të parë në vite, jam e lumtur. Jam me ty, jetoj në një shtëpi të bukur, kam gjithçka që më nutet. Çfarë më tepër mund të kërkoja? Por shëndeti yt, trupi im është i vjetër dhe i lodhur, është vërtet, e ndërpreu Fatma. Por shpirti im është më i fortë se kurrë, sepse arrita atë që dëshiroja, ta shoh të suksesshëm ty, të lumtur, të mirë. Çdo gjë që kam përjetuar, çdo sakrificë që kam bërë, ia ka vlerëtur për këtë moment. Adriani e përqafoi nënën e tij. Ju të dy më keni bërë krenar, ju më keni dhënë gjithçka që kam, jo vetëm mundësitë, por edhe vlerat, karakterin, forcën. Unë jam ai që jam për shkak tuaj. Ata që ndruan në atë park për orë, duke ndarë histori, duke qarë, duke qeshur, duke krijuar kujtime të reja që do t'i mbante gjithmonë. Kur ktheheshin në shtëpi, Fatma ndjeu një ndjenjë paqeje që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Ajo kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjithë këto vite, një vend ku mund të ishte me djalin e saj, ku mund të pushoj, ku mund të jetoj në dashuri dhe kujtesë. Ata ndoqën jetën e tyre së bashku, duke krijuar rutina të reja, tradita të reja. Çdo të diel, ata gatuanin së bashku një vakt të madh. Fatma i mësonte Adrianit receta tradicionale që njihte, dhe Adriani dëgjonte me vëmendje, duke i shkruar të gjitha që të mos harronin. Çdo të shtunë, ata punonin së bashku në kopsht. Fatma i tregonte Adrianit se si të mbjellte lule, si të kujdesej për pemët, si të njihte bimët që ishin të shëndetshme nga ato që kishin nevojë për ndihmë. Adriani e dëgjonte me kënaqësi, duke qeshur kur nëna e tij e qortonte për të bërë diçka gabim, dhe çdo mbrëmje, para se të shkonin në gjumë, ata uleshin në veranda dhe shijonin qetësinë e natës. Ata ndonjëherë flisnin, ndonjëherë thjesht qëndronin në heshtje, duke shijuar praninë e njëri tjetrit. Me kalimin e muajve, shtëpia filloi të mbushej me jetë dhe dashuri. Adriani ftonte shpesh kolegë dhe miq për darkë dhe Fatma gëzohej duke i pritur. Ajo përgatiste ushqim të shijshëm dhe mysafirët gjithmonë largoheshin plot admirim për gatimin e saj. Djali juaj është shumë me fat që ka një nënë si ju, i thoshin shpesh mysafirët, dhe Fatma buzëqeshte me butësi. Jo, unë jam me fat që kam një djalë si ai. Mirna, motra e Fatmës, erdhi për vizitë një herë. Kur pa shtëpinë e bukur, kur pa Fatmën kaq të lumtur dhe të shëndetshme, ajo qau lot gëzimi. Motra ime e dashur, tha Mirna, duke e përqafuar fort Fatmën, më në fund po jeton jetën që meritove, më në fund je e lumtur. Jam, tha Fatma, dhe nuk do ta harroj kurrë se sa më ke ndihmuar ti. Pa ty, asgjë prej kësaj nuk do të ishte e mundur. Ti ke qenë nëna e dytë e Adrianit kur unë nuk kisha mundur të kisha atje. Mirna fërkoi kokën, unë bëra vetëm atë që çdo motër do të bënte, por ti bëre diçka të jashtëzakonshme. Ti bëre një sakrificë që pak njerëz do të ishin gati të bënin. Gjatë vizitës së Mirnës, ato tre, Fatma, Mirna dhe Adriani, kaluan ditë të mrekullueshme së bashku. Ata flisnin për të kaluarën, ndanin histori, qeshnin dhe qanin. Adriani dëgjonte me kureshtje historinë e familjes së tij, duke mësuar detaje që nuk i kishte ditur kurrë. Kur Mirna u largua, Fatma ndjeu një ndjenjë plotësie. Jeta e saj, që kishte qenë e coptuar për aq shumë vite, tani po bashkohej përsëri. Të gjitha pjesët e ekzistencës së saj, e kaluara, e tashmja, e ardhmja, po gjenin vend në këtë shtëpi të bukur ku jetonte me djalin e saj. Një ditë, ndërsa po punonte në kopsht, Fatma dëgjoi një zë të njohur që i fliste.
"Nën, a ke një minutë?" Ajo u ngrit dhe pa Adrianin, duke i afruesh me një shprehje të çuditshme në fytyrë, një përzierje nervozizmi dhe gëzimi. "Sigurisht, zemra ime, çfarë ka?" Adriani mori një frym të thellë. "Ka dikush që dua ta takosh." Fatma e shikoi me kureshtëri. "Dikush?" Adriani buzëqeshi me ejnd. "Po, emri i saj është Elira. Ne kemi qenë së bashku për një kohë tani dhe ajo është shumë e rëndësishme për mua. Dua që ti ta njohësh." Fatma ndjeu zemrën duke i kërcyer nga gëzimi. Djali i saj kishte gjetur dikë që e bënte të lumtur. "Sigurisht që dua ta takoj. Kur?" "Këtë fundjavë nëse je dakord, do ta sjell për darkë." Fatma që filloi me një herë të planifikonte. Ajo donte që gjithçka të ishte perfekte, shtëpia të ishte e pastër dhe e bukur, ushqimi të ishte i shijshëm, atmosfera të ishte e ngrohtë dhe mikpritse. Kur erdhi fundjava, Fatma kishte përgatitur një fest të vërtetë. Tavola ishte e mbushur me pjata tradicionale, shtëpia ishte e dekoruar me lule të freskëta nga kopshti dhe gjithçka ishte perfekte. Kur Adriani erdhi me Elirën, Fatma e pa menjëherë që kjo ishte një vajzë e veçantë. Elira ishte e bukur, por jo vetëm në pamje. Ajo kishte një shpirt të butë, një buzëqeshje të sinqertë dhe një respekt të thellë që ishte i dukshëm në mënyrën se si e trajtonte Adrianin dhe Fatmën. "Zënje Fatma", tha Elira, duke e përqafuar me respekt, "jam aq e lumtur që më në fund ju takoj. Adriani flet për ju çdo ditë. Ju jeni heroja e tij." Fatma u prek thellësisht nga këto vargje. "Të lutem, thuajmë thjesht Fatma, dhe unë jam e lumtur që të takoj ty. Çdo njeri që e bën djalin tim të lumtur është i mirëpritur në këtë shtëpi." Darka ishte e mrekullueshme. Ata qeshnin, flisnin, ndanin histori. Adriani e dëgjonte Elirën të fliste për punën e saj si mësuese, për pasionin e saj për edukim, për ëndrat e saj për të ardhmen. Dhe ajo pa se si Adriani e shikonte Elirën me sy të plot dashuri dhe admirim. Në fund të mbrëmjes, kur Elira u largua, Adriani ul pranë nënës së tij. "Çfarë mendon?" pyetja i me pak nervozizëm. Fatma e mori dorën e tij dhe e shtrëngoi. "Mendoj që ke gjetur një vajzë të mrekullueshme. Ajo të do, respekton vlerat e tua dhe e di sa i rëndësishëm je ti. Jam shumë e lumtur për ty." Adriani buzëqeshi me leftësim. "Do ta marr nën, dua ta bëj gruan time, por doja që të kisha bekimin tënd më parë." Fatma kishte lot në sy ndërsa i përgjigjej. "Ti ke gjithmonë bekimin tim, zemra ime. Gjithmonë." Javët që pasuan ishin plot përgatitje dhe entuziazëm. Adriani dhe Elira filluan të planifikonin dasmën e tyre, dhe Fatma ishte e përfshirë në çdo hap të procesit. Për herë të parë, ajo po përjetonte diçka që kishte humbur në jetën e Adrianit, një moment të madh, një festim, një gëzim që mund ta ndante me të. Dita e dasmës erdhi me një mëngjes të bukur vere. Qielli ishte i kaltër dhe i pastër, dielli shkëlqente butësisht dhe ajri ishte i mbushur me aromën e luleve që mbulonin kopshtin e shtëpisë. Adriani kishte vendosur që dasma të organizohet në shtëpi, në kopshtin e madh që ai dhe Fatma kishin punuar së bashku për ta bërë të bukur. Ishte një vendim që kuptonte shumë. Ky nuk ishte vetëm një festim i dashurisë së tij me Elirën, por edhe një festim i familjes, i shtëpisë, i rrënjve të tij. Fatma u zgjua herët atë mëngjes, e mbushur me emocione. Ajo vishte një fustan elegant që Adriani ja kishte bler posaçërisht për këtë rast. Një fustan blu i bukur që e bënte të ndjehej sikur një mbretëresh. Kur zbriti, ajo pa që kopshti ishte transformuar në një vend magjik. Karrige të bardha ishin rreshtuar në dy anë, duke krijuar një korridor për nusen. Lule ishin kudo, në ara, në vaza, të varura nga pemët. Një altar i vogël ishte ndërtuar në fund, i dekoruar me pëlura të bardha dhe trëndafila. Mysafirët filluan të mbërrinin, miq të Adrianit nga puna, koleg, shok nga universiteti, familjar nga të dy anët. Mirna erdhi me familjen e saj dhe ajo dhe Fatma përqafuan duke qarë lot gëzimi.
Kur ceremonia filloi, Fatma uli në rreshtin e parë, zemra duke I rrahur me forcë. Ajo shikoi djalin e saj duke pritur në altar, të veshur me një kostum të zi elegant, duke e shikuar me dashuri kur Elira filloi të ecte drejt tij. Por para se Elira të arrinte në altar, Adriani bëri diçka të papritur. Ai zbriti dhe I afrua Fatmës. Ai ju përkul përpara nënës së tij dhe e mori dorën e saj. "Nën", tha ai me zë të lartë që të gjithë të dëgjonin. "Para se të filloj këtë kapitull të ri të jetës time, dua të ta them diçka. Gjithçka që kam, gjithçka që jam, është për shkak tënde. Ti bëre sakrifika që unë as nuk mund t'i imagjinoja. Ti punove vite të tëra larg nga shtëpia, duke më dërguar dashurinë tënde përmes parave që fitoje, përmes letrave që shkruaje, përmes telefonatave që bëje. Ti më dhe jetë, por edhe më tepër se kaq, ti më dhe një arsye për të jetuar, një model për t'u pasuar, një dashuri që nuk mund të matej." Fatma qante hapur tani dhe shumë nga mysafirët kishin gjithashtu lot në sy. "Sot, kur marr Elirën si grua, dua që të premtoj diçka. Premtoj që do të respektoj dhe të kujdesem për ty çdo ditë të jetës sate. Premtoj që shtëpia ime do të jetë gjithmonë shtëpia jote. Premtoj që fëmijët që do të kemi do ta njohin gjyshen e tyre si heroinën që është, dhe premtoj që kurrë, asnjëherë, nuk do ta harroj sakrificën që ke bërë për mua." Ai e puthi dorën e nënës së tij dhe pastaj e përqafoi fort. Të gjithë mysafirët aplauduan, shumë duke qarë. Ceremonia vazhdoi me një bukuri që Fatma nuk do ta harronte kurrë. Adriani dhe Elira shkëmbyen premtime, unaza dhe u bën bashkëshort. Dhe gjatë gjithë kohës, Fatma uli atje duke qarë lot gëzimi, duke ndjerë që jeta e saj kishte arritur një plotësi që nuk e kishte menduar të mundur. Pas ceremonisë, festivitetet vazhduan me muzikë, valle, ushqim dhe gëzim. Fatma u rrethua nga njerëz që donin ta përgëzonin, ta falenderonin për mënyrën se si e kishte rritur Adrianin, ta admironin për forcën e saj. Në një moment, ndërsa Fatma po ulej për të pushuar, Elira erdhi dhe u ul pranë saj. "Nën Fatma", tha ajo, dhe Fatma ndjeu zemër duke I ngrohur me atë fjalë. "Nën, dua që të ta them diçka. Kur njoha Adrianin për herë të parë, ajo që më tërhoqi më shumë nuk ishte vetëm inteligjenca ose suksesi I tij, ishte zemra e tij, mënyra se si ai fliste për ty, mënyra se si ai respektonte të gjithë, mënyra se si ai gjithmonë përpiqej të ndihmonte të tjerët. Dhe pastaj kuptova që kjo vinte nga ti. Ti e ke mësuar këto vlera, ti e ke bërë burrin që është sot." Fatma e përqafoi Elirën, "Dhe tani ti do ta bësh edhe më të mirë, do ta mbështetësh, do të kujdesesh, do të dashurosh, dhe për këtë jam përgjithmonë mirënjohëse." Jeta vazhdoi me një ritëm të bukur pas dasmës. Adriani dhe Elira jetuan në shtëpinë e madhe me Fatmën, duke krijuar një familje të ngrohtë dhe plot dashuri. Ata hanin së bashku çdo mbrëmje, ndanin histori, qeshnin dhe krijonin kujtime të reja. Elira u bë si një bij për Fatmën. Ato dy kalonin kohë së bashku gjatë ditës, kur Adriani ishte në punë, duke gatuar, duke punuar në kopsht, duke biseduar për jetën. Elira e pyeste Fatmën për të kaluarën, për receta tradicionale, për urtësinë që ajo kishte mbledhur për gjatë viteve. "Ti ke një forcë që rrallë shihet", I thoshte Elira shpesh. "Dua që fëmijët tanë të mësojnë nga ti, të dëgjojnë historinë tënde, të kuptojnë se çfarë do të thotë sakrificë dhe dashuri e vërtet." Këto fjalë bënin Fatmën të ndjehet e vlerësuar, e dukshme, e rëndësishme. Për vite, ajo kishte qenë dikush që punonte në hije, që bënte sakrifica që askush nuk I shihte, por tani, ajo ishte qendra e një familje që e donte dhe e respektonte thellësisht. Në një moment, disa muaj pas dasmës, Elira I dha Fatmës dhe Adrianit një lajm që I bëri të dy të eksplodojnë nga gëzimi. Ate do të bëheshin prindër dhe Fatma do të bëhej gjyshe.
Fatma qau kur dëgjoi këtë lajm. Pas gjithë atyre sakrificave, pas gjithë asaj dhimbjej, tani ajo do të kishte mundësinë të shikonte një gjenerat të re të familjes së saj duke u rritur. Ajo do të mund të ishte gjyshja që e kishte ëndërruar të ishte, e pranishme, e dashur, një pjesë aktive e jetës së nipërve të saj. Muajt e shtatëzënis ishin plot gëzim dhe pritje. Fatma përgatiti me kujdes dhomën e fëmijës, duke qëndisur mbulesa, duke mbledhur lodra, duke krijuar një hapësirë plot dashuri ku fëmia i ri do të mirëpritej. Adriani ishte nervoz por i lumtur. Ai shpesh fliste me Fatmën për frikrat e tij, për shpresat e tij, për ëndrat e tij për fëmijën e tij. Dua të jem babai, që babai im nuk arriti të ishte për mua, i thoshte ai nënës së tij. Dhe dua që fëmia im të njohë gjyshen e tij, të dëgjoj historinë e saj, të mësoj prej saj. Do të jetë këtu, siguronte Fatma. Do të jem këtu për çdo moment. Kur erdhi dita e lindjes, Adriani ishte plot panik, por Fatma, me qetësinë që vinte nga përvoja e jetës, e qetësoi. Gjithçka do të jetë mirë, i tha ajo. Elira është e fortë dhe ti do të jesh pranë saj. Pas orësh pritje, lajmi erdhi. Një djalë i shëndetshëm me sy të mëdhenj dhe një klithëm të fuqishme që mbushi spitalin. Kur Fatma e pa nipin e saj për herë të parë, ajo ndjeu një përmbysje emocionesh që e bëri thuajse të mos mund të qëndronte më këmbë. Fëmia i vogël, i mbështjell në një batanie të butë blu, ishte perfekt. Ai kishte fytyrën e Abrianit kur ishte foshnje, me të njëjtat sy të mëdhenj dhe shprehje të butë. Emri i tij do të jetë Arben, tha Adriani, duke ja dhënë nipin Fatmës. Emrin e babait tim, në nder të atij që nuk arriti ta njoh, por që gjithmonë do të jetë pjesë e familjes sonë. Fatma e mori Arbenin në krah, dhe ndërsa e shikonte fytyrën e tij të vogël, ajo qau. Por këto nuk ishin lot dhimbje, këto ishin lot gëzimi të pastër, të plotësisë, të një jete që kishte përshkruar një rreth të plot. Mirë se erdhe Arbeni vogël, përshpëriti ajo. Gjyshja jote do të ta tregoj historinë e familjes sonë, do të ta tregoj për babain tënd që punoi aq fort për të bërë diku që mund të jap ty një jetë të mirë, dhe do të ta tregoj se çfarë do të thotë dashuria e vërtet. Arbeni solli një energji të re në shtëpi. Zhurmat e tij, qarja, qeshja, tingujt e parë që bënte, mbushnin çdo cep me jetë. Fatma kalonte orë të tëra duke e mbajtur, duke i kënduar këngë të vjetra, duke i treguar histori, edhe pse ai ishte shumë i vogël për t'i kuptuar. Elira shpesh e gjente Fatmën duke i folur Arbenit me një butësi dhe dashuri që e prekte thellësisht. Ti do të rritesh në një shtëpi plot dashuri, i thoshte Fatma nipër të vogël. Do të kesh një baba që do të ta jap gjithçka. Do të kesh një nën që do të ta mësoj se si të jesh i mirë dhe i sjellshëm. Dhe do të kesh një gjyshe që do të ta mbroj dhe do të ta dashuroj çdo ditë të jetës sënde. Arbeni solli një energji të re në shtëpi. Ai shpesh ndalonte vetëm për të parë këto momente. Nënën e tij duke e mbajtur nipin e tij, duke krijuar një lidhje që do të zgjaste për gjatë viteve. Ai ndjeu një mirënjohje të thellë që nëna e tij ishte këtu, që ajo po përjetonte këtë gëzim, që ajo po bëhej pjesë e jetës së Arbenit që në fillim. Me kalimin e muajve, Arbeni filloi të rritej. Buzëqeshja e parë, fjala e parë, hapi i parë, Fatma ishte atje për të gjitha. Ajo nuk po humbte më momente, ajo po jetonte plotësisht, duke shijuar çdo çast. Një ditë, ndërsa Arbeni ishte rreth 1 vjeç, ai bëri diçka që i bëri të gjithë të qanin. Ai ishte duke u përpjekur të ecte, duke u mbështetur në mobilje. Fatma po uli pak larg, duke i hapur krahët. Eja te gjyshja, i tha ajo me një zë të butë. Arbeni e shikoi, buzëqeshi dhe pastaj lëshoi mobiljen. Ai bëri 2, 3, 4 hapa të pasigurt, duke u lëkundur pak, dhe pastaj ra në krahët e Fatmës. Fatma e përqafoi fort, duke qarë lot gëzimi. Bravo zemra ime, bravo! Adriani dhe Elira ishin atje, duke aplauduar dhe duke qarë gjithashtu. Ata e dinin se kjo ishte më shumë se një hap i parë fizik. Ishte një shenjë se një gjenerat e re po rritej, po fillonte rrugtimin e saj, por gjithmonë e lidhur me dashurinë dhe sakrificën që kishin ardhur përpara. Vitet që pasuan ishin plot me momente të tilla. Arbeni filloi të fliste, dhe një nga fjalët e tij të para ishte gjysh. Mënyra e tij e vogël për të thënë gjyshe. Çdo herë që e thoshte, zemra e Fatmës mbushej me një gëzim që nuk mund ta përshkruante.
Ajo kalonte ditët duke luajtur me Arbenin, duke I treguar për pemët dhe lulet në kopësht, duke I mësuar fjalë të reja, duke gatuar ushqimet e preferuara. Arbeni e donte gjyshen e tij me një dashuri të pastër dhe të pafajshme, që e bënte Fatmën të ndihej si gjëja më e rëndësishme në botë. Një pasdite, ndërsa Fatma po I tregonte Arbenit për kopshtin, djali I vogël e pyeti me kureshtje: "Gjysh, pse ke duart kaq të ashpra?" Fatma I shikoi duart e saj, duart që ishin punuar për vite, që ishin konsumuar nga puna e rëndë, që mbanin shenjat e sakrificës. Ajo buzëqeshi me butësi. "Këto duar," tha ajo, "kanë punuar shumë që babai tënd të kishte një jetë të mirë. Kanë pastruar shtëpi, kanë larë rroba, kanë bërë gjithçka që duhej. Dhe tani, këto duar të mbajnë ty, zemra ime, dhe kjo është puna më e bukur që kanë bërë ndonjëherë." Arbeni e mori dorën e gjyshes së tij dhe e puthi me butësi. "Më pëlqen dora jote, gjysh." Fatma qau në heshtje, duke e përqafuar nipin e saj. Në atë moment, ajo kuptoi se gjithçka që kishte përjetuar, gjithçka që kishte duruar, kishte prodhuar diçka të bukur, jo vetëm një djalë të suksesshëm, por një familje plot dashuri që do të vazhdonte për gjatë gjeneratave. Ndërsa Arben rritej, ai filloi të bënte pyetje për gjyshen e tij. "Gjysh, ku jetoje kur babai ishte I vogël si unë?" Fatma dëgjonte këto pyetje me një përzierje emocionesh. Ajo nuk donte që Arben të mësonte për vuajtjen, por e dinte që historia e saj ishte e rëndësishme, ishte një mësim për sakrificën, për dashurinë, për forcën. Një ditë, kur Arben ishte rreth 4 vjeç, Fatma vendosi t'ia tregonte historinë e saj në një mënyrë që ai mund ta kuptonte. "Erdhi këtu, zemra ime," tha ajo duke marrë Arbenin në prehër. "Gjyshja do të ta tregoj një histori." Arbeni u ngjesh pranë saj, sytë e tij të mëdhenj të plot me kureshtje. "Shumë kohë më parë," filloi Fatma, "kur babai yt ishte një djalë I vogël si ti, gjyshja duhej të shkonte larg, shumë larg për të punuar, sepse ne nuk kishim shumë para, dhe gjyshja donte që babai yt të kishte gjithçka që I duhej, ushqim të mirë, rroba të mira, shkollë të mirë." "Pse nuk e more me vete baban?" pyeti Arbeni. "Sepse gjyshja duhej të punonte shumë fort dhe donte që babai yt të qëndronte në një vend ku do të ishte I lumtur dhe I sigurt," shpjegoi Fatma. "Ishte e vështirë të jesh larg prej tij, por gjyshja bëri atë për dashurinë që kisha për të." "A ishe e trishtuar?" pyeti Arben me një zë të vogël. "Po, zemra ime, isha shumë e trishtuar, por çdo herë që mendoja për baban tënd, çdo herë që dëgjoja zërin e tij në telefon, gjyshja gjente forcën për të vazhduar, sepse e dija që një ditë do t'ishim bashk përsëri." "Dhe tani jeni bashk," tha Arben me gëzim. Fatma buzëqeshi. "Po, tani jemi bashk, dhe gjyshja është kaq e lumtur, sepse tani jetoj në këtë shtëpi të bukur me baban tënd, me mamën tënde dhe me ty, nipin më të bukur në gjithë botën." Arbeni e përqafoi fort gjyshen e tij. "Të duaj, gjysh. Edhe gjyshja të do ty, zemra ime, më shumë se mund ta imagjinosh." Adriani, që kishte dëgjuar bisedën nga dhoma tjetër, hyri me sy të mbushur me lot. Ai ul pranë njënës së tij dhe e përqafoi. "Faleminderit që ja tregove, është e rëndësishme që ai ta di historinë tonë. Është historia jon dhe duhet që ai ta di se çfarë do të thotë dashuria e vërtetë, çfarë do të thotë sakrifica, çfarë do të thotë familja." Me kalimin e viteve, Fatma filloi të ndjente se trupi I saj po dobësohej. Kishte tani 80 vjeç dhe vitet e sakrificës po merrnin taksën e tyre. Por shpirti I saj mbeti I fortë, I mbushur me gëzim dhe mirënjohje për jetën që po jetonte. Një ditë, ndërsa po ulej në veranda duke shijuar diellin e pasdites, Adriani erdhi dhe u ul pranë saj. "Si je, nën?" pyeti ai me shqetësim të lehtë. Ai kishte vënë re që nëna e tij po lëvizte më ngadalë, po pushonte më shpesh. "Jam mirë, zemra ime," ju përgjigj Fatma me një buzëqeshje. "Vetëm pak e lodhur, por kjo është normale në moshën time. Dua që të shkosh tek mjeku përsëri, vetëm për të qenë të sigurt." Fatma e mori dorën e tij. "Adriani, unë jam 80 vjeç, trupi im është punuar për një jetë të tërë, është normale që të jem e lodhur, por shpirti im është më I lumtur se sa ka qenë ndonjëherë. Mos u shqetëso aq shumë." Por Adriani insistoi dhe Fatma shkoi tek mjeku. Rezultatet nuk ishin surprizë. Zemra e saj ishte e dobët, trupi I saj po dobësohej. Mjeku e këshilloi të pushonte sa më shumë, të mos bënte punë të rënda, të kujdesej për veten. Kur u kthye në shtëpi,
Adriani ishte i heshtur, i shqetësuar. Fatma e shikoi dhe kuptoi se çfarë po mendonte. Nuk duhet të kesh frikë, i tha butë. Kam jetuar një jetë të mirë, kam parë djalin tim të rritet në një burr të mrekullueshëm, kam parë nipin tim duke u rritur plot dashuri. Jam e lumtur. Por nuk dua që të humbas, tha Adriani me zë të thyer. Pas gjithë atyre viteve që ishim të ndarë, nuk dua që kjo to së bashku të përfundoj. Asgjë nuk përfundon, zemra ime. Dashurinë që ndajmë, kujtimet që kemi krijuar, mësimet që kam të mësuar, të gjitha këto do të mbeten. Do të jenë gjithmonë pjesë e teje, pjesë e Arbenit, pjesë e familjes son. Adriani e përqafoi fort gjyshen e tij. Të dua gjysh. Edhe gjyshja të do ty, zemra ime, më shumë se mund ta imagjinosh. Muajt që pasuan, Fatma vazhdoi të jetonte me të njëjtën gëzim dhe mirënjohje. Edhe pse trupi i saj po dobësohej, ajo gjeti forcë në dashurinë që e rrethonte. Arbeni, që tani ishte 5 vjeç, kalonte çdo minutë të lirë me gjyshen e tij. Ai i tregonte për ditën e shkollës, i lexonte librat që po mësonte të lexonte dhe i tregonte vizatimet që bënte. Gjysh, bëra këtë vizatim për ty, i thoshte shpesh, duke ja treguar një vizatim ku ishin të dy së bashku në kopsht. Fatma i mbante të gjitha këto vizatime në një dosje të veçantë në dhomën e saj. Çdo vizatim ishte një thesar, një dëshmi e dashurisë që Arben kishte për të. Një ditë vere, ndërsa Fatma po pushonte në dhomën e saj, Arben erdhi duke vrapuar. Gjysh, eja shpejt, ka diçka të veçantë në kopsht. Fatma u ngrit ngadalë dhe shkoi me Arbenin në kopsht. Atje, në vendin ku ata kishin bjell fara së bashku disa javë më parë, kishte lindur një lule e bukur e kuqe. E shikon? Lulja jon u rrit, tha Arben me entuziazëm. Fatma buzëqeshi. Po, zemra ime, ne e mbollëm së bashku, e kujdesëm së bashku, dhe tani po lulzon, sikur dashuria jon, sa më shumë që e kujdesim, aq më e bukur bëhet. Arben e mori dorën e gjyshes së tij. A do të mbjellim më shumë lule së bashku? Sigurisht, tha Fatma, do të mbjellim shumë lule, dhe çdo herë që do t'i shikosh, do të kujtosh kohën që kaluam së bashku. Ato ditë vere ishin disa nga më të bukurat në jetën e Fatmës. Ajo kalonte kohë me Arbenin në kopsht, duke mbjell lule, duke i mësuar për natyrën, duke ndar urtësinë që kishte mbledhur për gjatë viteve. Një mbrëmje, ndërsa familja ishte mbledhur për darkë, Arben tha diçka që i bëri të gjithë të ndalojnë. Kur të rritem, dua të bëhem si babai, dua të ndihmoj njerëzit dhe të bëj gjyshen krenare. Adriani e shikoi djalin e tij me sy plot lotësh. Tashmë na bën krenar, djali im. Fatma shikoi rreth tryezës, djalin e saj që ishte bërë një burr i mrekullueshëm, nusen që ishte bërë si bia që kurrë nuk ishte pasur, nipin që po rritej plot dashuri dhe vlera të mira. Ky ishte shpërblimi i saj. Kjo ishte arsyeja pse të gjitha ato vite sakrifice ja kishin vlejtur. Jam krenare për të gjithë ju, tha Fatma me zë të butë por të qartë. Ju jeni fryti i dashurisë, i sakrificës, i shpresës, dhe kjo familje do të vazhdoj të rritet duke mbajtur këto vlera për gjatë gjeneratave. Vjeshta erdhi me ngjyrat e saj të bukura, duke kthyer kopshtin në një peizazh magjik. Fatma e donte vjeshtën, erën e freskët, ngjyrat e gjetheve, ndjesinë e qetë që e shoqëronte. Një pasdite, ndërsa po u linte në veranda e mbështjell në një batanie të ngrohtë, Mirna erdhi për vizitë. Dy motrat nuk ishin parë për disa muaj dhe takimi i tyre ishte plot emocione. Motra ime e dashur, tha Mirna, duke përqafuar Fatmën. Si je? Jam mirë, ju përgjigj Fatma. Trupi im po më lodh, por zemra ime është plot. Ato kaluan orë duke biseduar, për të kaluarën, për të tashmen, për të ardhmen. Mirna i tregoi për fëmijët e saj, për niprit e saj, për jetën në fshat që kishte ndryshuar shumë me vitet. Të gjithë pyesin për ty, tha Mirna. Të gjithë duan të dinë si je, si është jeta këtu. Tregoju që jam i lumtur, tha Fatma. Më e lumtur se sa kam qenë ndonjëherë. Kam gjithçka që mund të kërkoja. Mirna e shikoi motrën e saj me admirim.
ti ke qenë gjithmonë më e forta mes nesh. Unë nuk di nëse do të kisha patur forcën për të bërë atë që ti bëre. Kur dashuria është mjaft e madhe, gjen forcën, tha Fatma thjesht. Kur ke një arsye për të jetuar, për të punuar, për të vazhduar, asgjë nuk mund të të ndalojë. Ato dy motra qëndruan së bashku deri në mbrëmje, duke ndarë kujtime, duke qarë dhe qeshur, duke forcuar lidhjen që i kishte mbajtur të lidhura përgjatë gjithë këtyre viteve. Para se Mirna të largohej, ajo e përqafoi Fatmën fort. Faleminderit që më le të jem pjesë e jetës së Adrianit kur ti nuk mund të isha atje. Ishte një oner. Jo, unë jam ajo që të falenderoj ty. Pa ty, asgjë prej kësaj nuk do t'ishte e mundur. Dimri erdhi me dëborën e tij të parë. Arbeni ishte emocionuar, duke vrapuar jashtë për të luajtur në dëbor. Fatma e shikonte nga dritarja, e mbështjell në një batanie të ngrohtë. Buzëqeshja në fytyrë, Adriani erdhi dhe u ul pranë saj. A je mirë, nëna? Të them gjëja? Vetëm pak, pranoi Fatma, por ja vlen. Shiko sa i lumtur është Arbeni. Ata shikuan djalin e vogël duke bërë njerëz bore, duke hedhur topla dëbore, duke qeshur me një gëzim të pastër. Dëshiroj që ai të mbajë gjithmonë këtë gëzim. Dëshiroj që të rritet duke ditur që është i dashur, i sigurt, i mbështetur. Do ta di, sepse ti e po ja jep këtë, po ja jep gjithçka që ti nuk pate kur ishe i vogël. Dhe kjo është bukuria e gjeneratave, secila jep më shumë se ajo para saj. Adriani e mori dorën e nënës së tij. Ti më dhe gjithçka, nëna, edhe kur nuk ishe fizikisht pranë, ti më dhe dashurinë, sakrificën, shembullin. Më mësove se çfarë do të thotë të jesh prind i mirë, edhe kur kushtet janë të vështira. Dhe ti ke marrë këtë mësim dhe e ke bërë akoma më të mirë, tha Fatma me krenari. Ti je babai që unë ndërrova që të bëheshe. Atë mbrëmje, familja u mblodh rreth Hoxhakut. Adriani lexoi një tregim për Arbenin. Elira punonte në një projekt pune dhe Fatma thjesht ulej dhe shijonte ngrohtësinë dhe dashurinë që e rrethonte. Kur Arbeni u ngjesh pranë gjyshes së tij para se të shkonte në gjumë, ai e pyeti: "Gjysh, a do të më tregosh një tregim?" Fatma buzëqeshi. "Çfarë lloj tregimi do të dëgjosh?" "Një tregim për ty dhe baban kur ishe i vogël," tha Arbeni. Fatma filloi të tregoj, jo për vuajtjen, jo për dhimbjen, po për dashurinë, për momentet e vogla të gëzimit që kishin ndarë përpara se ajo të largohej, për letrat që shkëmbyen, për telefonatat që i mbanin të lidhur, për ëndrrën e një jete më të mirë që më në fund ishte realizuar. Arbeni i dëgjonte me vëmendje, sytë e tij duke u mbyllur ngadalë. Kur më në fund ra në gjumë në krahët e gjyshes së tij, Fatma e puthi butësisht në ball. "Ëndërro ëndra të ëmbla, zemra ime," pëshpëriti ajo. "Dhe kur të zgjohesh, gjyshja do të jetë këtu, gjithmonë këtu." Ditët kaluan në javë, javët në muaj. Fatma vazhdonte të dobësohej fizikisht, por shpirti i saj mbeti i fortë deri në fund. Ajo gjente gëzim në gjërat e vogla, buzëqeshjen e Arbenit, prekjen e dorës së Adrianit, bisedën me Elirën, erën e ushqimit që gatuante në kuzhinë. Një mëngjes pranvere, Fatma u zgjua me një ndjenjë të veçantë. Dielli po ngrohte dhomën e saj, zojsht këndonin jashtë dhe gjithçka dukej paqësore. Ajo ndjeu që diçka po ndryshonte, por nuk kishte frikë. Ajo u ngrit ngadalë dhe shkoi te drytarja. Kopshti ishte plot me lule. Lule që ajo dhe Arbeni kishin mbjellë së bashku, që kishin kujdesur me dashuri, që tani po lulzonin në të gjithë lavdinë e tyre. "Sa e bukur," pëshpëriti ajo. Atë ditë, Fatma kaloi kohë me çdo antar të familjes. Ajo gatuaj me Elirën, duke i mësuar recetën e fundit që donte të sigurohej se nuk do të harrohej. Ajo punoi në kopsht me Arbenin, duke mbjell më shumë Sara, duke i treguar se si t'i kujdesej ato. Dhe në mbrëmje, ajo u ul me Adrianin në veranda, duke shikuar perëndimin e diellit. "Kam diçka për të ta thënë," filloi Fatma me zë të qetë. Adriani e shikoi me shqetësim. "Çfarë ka, nën?" "Nuk ka asgjë keq," e siguroi ajo. "Thjesht dua që të ta them se sa krenare jam për ty. Ti ke marrë gjithçka që të dhash, dashurinë, sakrificën, shembullin,
dhe e ke shumë fishuar. Ti ke krijuar një jetë të bukur, një familje të mrekullueshme, një trashëgimi që do të vazhdoj për gjatë gjeneratave. Nën, pse flet kështu? Pyeti Adriani, duke filluar të shqetësohet. Sepse është e rëndësishme që ta dish. Është e rëndësishme që të kuptosh se çdo sakrificë, çdo vit vuajtjeje, çdo moment larg prej teje, të gjitha ja kanë vlejtur. Sepse shiko çfarë krijuam, jo vetëm një avokat të suksesshëm, por një njeri të mirë, një baba të mrekullueshëm, një bashkëshort dashamirës dhe një familje që është e ndërtuar mbi dashuri dhe respekt. Adriani e përqafoi nënën e tij, duke qarë. Faleminderit, nën. Faleminderit për gjithçka. Jo, zemra ime, tha Fatma, duke e puthur në ball. Faleminderit ty për të qenë djalin më të mrekullueshëm që një nën mund të ketonte, për të mos harruar kurrë nga ke ardhur, për t'i mbajtur vlerat që u përpoqëm t'i mbjellim. Ti je shpërblimi im, Adriani, ti dhe kjo familje e bukur. Ata qëndruan të përqafuar për një kohë të gjatë, duke shijuar momentin, duke ditur që këto momente ishin të çmuara. Atë natë, Fatma shkoi në gjumë me një ndjenjë paqeje absolute. Ajo kishte jetuar një jetë plot sakrifica, por edhe plot dashuri. Ajo kishte dhënë gjithçka për djalin e saj, dhe ai ja kishte kthyer me një devotshmëri dhe dashuri që kishin mbushur vitet e fundit të jetës së saj me gëzim. Në mëngjes, Elira erdhi për ta zgjuar Fatmën për mëngjes, por kur hyri në dhomë, ajo e gjeti Fatmën duke fjetur qetësisht, një buzëqeshje e lehtë në fytyrë. Ajo e thirri butësisht në ball, por Fatma nuk u përgjigj. Elira kuptoi menjëherë. Ajo u ul pranë krevatit dhe mori dorën e Fatmës, duke qarë në heshtje. Pastaj shkoi të gjente Adrianin. Kur Adriani hyri në dhomën e nënës së tij, ai e shihte skenën që kishte frikë të shihte. Por ka edhe diçka paqësore në mënyrën se si Fatma dukej, sikur të ishte thjesht duke fjetur, duke ëndërruar ëndra të ëmbla. Ai u ul pranë saj dhe e mori dorën. Nën, përshpëriti ai, duke qarë. Nëna ime e dashur. Elira erdhi dhe përqafoi. Ajo ishte në paqe, tha but. Ajo jetoi për të parë ëndrrën e saj të realizuar. Ajo u largua duke ditur që ti je i lumtur, që Arbeni po rritet mirë, që familja jon është e fortë. Arbeni, që kishte dëgjuar disi zhurmë, erdhi në dhomë. Kur i shikoi baban e tij duke qarë, ai menjëherë kuptoi që diçka nuk ishte mirë. Babai, çfarë u ndodhi? Pyeti ai me një zë të frikësuar. Adriani e mori djalin e tij në krah. Gjyshja ka shkuar në qiell, djali im. Arbeni filloi të qaj. Por ajo premtoi që do të ishte gjithmonë këtu. Dhe do t'jetë, tha Adriani, duke e mbajtur fort. Ajo do t'jetë gjithmonë në zemrat tona, në kopshtin që punuat së bashku, në çdo mësim që të ka mësuar, në çdo histori që të ka treguar. Gjyshja do t'jetë gjithmonë pjesë e nesh. Ditët që pasuan ishin të mbushura me lot dhe kujtime. Familja, miqt, njerëzit që Fatma kishte prekur gjatë jetës së saj, të gjithë erdhen për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Ceremonia u mbajt më kopshtin e shtëpisë, vendin që Fatma e donte më shumë. Lulet ishin kudo, duke e kthyer kopshtin në një peizazh qiellor. Adriani foli, duke ndarë historinë e nënës së tij, sakrificën që ajo bëri, dashurinë që ajo dha, trashëgiminë që ajo la. Nëna ime, tha ai me zë të thyer nga emocionet, punoi si pastruese në Zvicër për vite të tëra, larg nga shtëpia, larg nga unë. Ajo duroi vetmi, dhimbje, vështirësi që shumë prej nesh nuk mund t'i imagjinojnë. Por ajo e bëri të gjitha këtë me një qëllim, që unë të kisha një jetë më të mirë. Dhe për shkak të sakrificës së saj, unë pata mundësinë të studioj, të bëhesha avokat, të ndërtoja këtë shtëpi ku jemi sot. Por më e rëndësishmja, për shkak të shembullit të saj, unë mësova se çfarë do të thotë dashuria e vërtet, çfarë do të thotë sakrifica, çfarë do të thotë të jesh prind. Ai ndaloi, duke fshirë lotët. Në fund, nëna ime fitoi atë që kishte ëndërruar, vite të qeta me familjen e saj, duke parë nipin e saj duke u rritur, duke jetuar në dashurinë që ajo kishte krijuar. Ajo u largua në paqe, duke ditur që puna e saj ishte kryer, dhe trashëgimia e saj do të vazhdojë për gjatë gjeneratave.
Mirna foli gjithashtu, duke ndarë kujtime të motrës së saj, që e bëri të gjithë të qanin dhe të qeshnin. Ajo foli për forcën e Fatmës, për vendosmërinë e saj, për dashurinë e saj të pakushtzuar. Motra ime, tha Mirna, ishte heroja më e madhe që kam njohur. Ajo nuk luftoi me armë, ajo nuk ndërtoi ndërtesa të mëdha, por ajo ndërtoi diçka më të rëndësishme, një familje të bazuar në dashuri, në sakrificë, në vlera të forta. Dhe kjo është trashëgimi më e madhe që dikush mund të lërë. Kur ceremonia përfundoi, Adriani mbeti vetëm pranë varrit për një moment. Ai hodhi një lule të kuqe, lloji i lules që Fatma dhe Arbeni kishin mbjellë së bashku. Faleminderit, nën, për gjithçka. Premtoj që do të mbaj gjallë kujtimin tënd. Premtoj që Arbeni do ta njohë historinë tënde, do ta kuptoj sakrificën tënde, do ta respektoj trashëgimin tënde, dhe premtoj që do të jem gjithmonë ai djali që ti punove aq shumë për të arritur. Të dua, nën, për gjithmonë. Ti, dhe tani, edhe pse ajo nuk është më këtu fizikisht, ajo është gjithmonë në zemrat tona, duke na udhëhequr, duke na frymëzuar, duke na kujtuar se çfarë do të thotë të jesh familja. Mësuesja e thirrri Adrianin në shkollë për t'i treguar se sa i prekur kishte qenë nga prezantimi i Arbenit. Djali juaj ka një kuptim të thellë të vlerave familjare, tha ajo. Është e qartë që është rritur në një shtëpi plot dashuri dhe respekt. Gjyshja e tij do të ishte shumë krenar. Adriani buzëqeshi përmes lotëve. Ajo është krenar, e di që është, sepse ajo po shikon nga lart dhe po sheh që puna e saj ka vazhduar, që trashëgimia e saj po kalon tek një gjenerat e re. Me kalimin e viteve, Adriani filloi të mendonte për të ardhmen. Ai ishte tani në 50 vjeç, një avokat i respektuar, një baba krenar dhe një burr që mbante gjallë kujtimin e nënës së tij çdo ditë. Ai vendosi të krijojë një fond në nder të Fatmës, një fond që do të ndihmonte familjen në nevojë, veçanërisht nëna që punonin larg nga shtëpia për të mbështetur fëmijët e tyre. Fondi do të ofronte bursa për fëmijët, mbështetje financiare për familjet dhe këshillim për ata që po përjetonin ndërmjetësinë e ndarjes. Nëna ime besonte në fuqinë e edukimit, shpjegoi Adriani në ngjarjen e lancimit të fondit. Ajo punoi për vite që unë të kisha mundësinë të studioj. Tani, në nder të saj, dua të sigurohem që fëmijë të tjerë kanë të njëjtën mundësi, që asnjë fëmijë të mos humbas ëndrrën e tij për shkak të vështirësive financiare, që asnjë nën të mos ndjejë që sakrifica e saj ishte e kotë. Fondi u bë shumë i suksesshëm, duke ndihmuar qindra familje në vitet që pasuan. Çdo bursë që jepej, çdo familje që ndihmohej, ishte një testament i trashëgimisë së Fatmës, një trashëgimi që vazhdonte të prek jetë dhe të ndryshonte të ardhmen. Arbeni, që tani po studionte për të bërë mësues, u përfshi gjithashtu në punën e fondit. Ai donte të ndiqte shembullin e familjes së tij, të ndihmonte të tjerët, të jepte mundësi, të ndërtonte një botë më të mirë. Gjyshja im ndërtoi këtë trashëgimi, thoshte ai shpesh. Tani është përgjegjësia jon ta çojmë përpara, ta bëjmë më të madha, ta sigurojmë që impakti i saj vazhdon të rritet. 10 vjet kishin kaluar nga vdekja e Fatmës. Adriani, tani 60 vjeç, uli në verandën e shtëpisë që kishte ndërtuar për nënën e tij, shtëpisë që mbante ende praninë e saj në çdo cep. Arbeni, tani një mësues i pasionuar dhe i respektuar, jetonte në një shtëpi të vogël pranë prindërve të tij. Ai kishte marrë përsipër me vete pasionin për edukim që kishte parë te gjyshja e tij, dëshirën për të ndihmuar të rinjt të arrinin potencialin e tyre të plot. Kopshti ishte më i bukur se kurrë. Lule shfaqeshin çdo pranverë, duke mbushur ajrin me erë të ëmbla dhe ngjyra të ndritshme. Çdo lule ishte një kujtim, i Fatmës dhe Arbenit duke punuar së bashku, të Fatmës dhe Adrianit duke ndarë momente të qeta, të familjes duke u mbledhur për të festuar jetën. Adriani mbante ende në zyrën e tij fotografinë e vjetër, fotografinë e tij dhe nënës së tij kur ai ishte vetëm 6 vjeç. Çdo herë që e shikonte, ai kujtohej për rrugtimin që kishin bërë, nga ajo ditë e trishtuar kur ajo u largua, deri në ribashkimin e tyre në këtë vilë të bukur, deri në vitet e paqes që ndanë në fund. A ja vleu? E kishte pyetur ndonjëherë ndonjëri. A ja vleu gjithë ajo sakrificë?
Adriani kishte menduar për një moment dhe pastaj kishte përgjigjur me bindim absolute. Po, sigurisht që ja vleu, sepse shiko çfarë krijuam. Jo vetëm një jetë më të mirë për mua, por një trashëgimi që vazhdon të ndikojë njerëz sot, një familje të fortë, një fond që ndihmon të tjerët, një histori që frymëzon mira. Kjo është fuqia e dashurisë së një nëne. Ajo mund të ndryshojë jo vetëm një jetë, por gjenerata të tëra. Atë pasdite, ndërsa Adriani po ulej në veranda, Arbeni erdhi me lajme të mëdha. Babaj, tha me një buzëqeshje të madhe, jam duke pritur një fëmijë. Do të bëhesh gzhush. Adriani u ngrit dhe e përqafoi djalin e tij, duke qarë lot gëzimi. Kaq e mrekullueshme djali im, kaq e mrekullueshme. Dhe babai, vazhdoi Arbeni, nëse është vajzë, dua të quaj Fatma, në nder të gjyshes. Adriani nuk mund të fliste. Ai thjesht uli përsëri dhe qau për të gjithë emocionet që po ndjente. Cikli po vazhdonte. Një gjenerat e re po vinte, dhe emri i Fatmës do të jetonte përsëri. Do të barte nga një fëmijë i ri që do të mësonte për gjyshen e tij të madhe, që nuk e kishte njohur kurrë, por që trashëgimia e saj do të ndikonte çdo aspekt të jetës së saj. Ndërsa dielli po perëndonte mbi kopshtin, duke ngjyrosur qiellin me ngjyra portokalli dhe roz, Adriani shikoi lart. Ai imagjinonte nënën e tij atje, duke buzëqeshur, duke e shikuar gjithë këtë. Familjen që ajo kishte krijuar përmes sakrificës së saj, dashurinë që vazhdonte të rritet, trashëgiminë që do të jetonte për gjatë gjeneratave. Faleminderit nën, përshpëriti Adriani në erën e botë. Faleminderit për gjithçka, për sakrificën, për dashurinë, për shembullin. Ti punove si pashtruese në Zvicër që unë të kisha një jetë më të mirë. Dhe shiko tani, jo vetëm kam një jetë më të mirë, por kam krijuar një familje që ka mësuar prej teje, që di se çfarë do të thotë dashuria e vërtet, që u kupton që sakrifica më e madhe është ajo që bëhet për të tjerët, jo për veten. Ndërsa errësira po binte gjuhtësisht mbi kopshtin, Adriani ndjeu një ngrohtësi rreth tij, jo fizike, por emocionale. Ishte sikur nëna e tij e kishte dëgjuar, sikur ajo ishte duke përgjigjur, duke i thënë që ishte krenar, që ishte e lumtur, që e dinte që puna e saj nuk kishte qenë e kotë. Dhe në ato moment, Adriani kuptoi diçka të thellë. Fatma nuk kishte vdekur kurrë. Ajo jetonte në zemrën e tij, në vlerat që ai bart, në mënyrën se si ai e rrit Arbenin, në fondin që ndihmon të tjerët, në një histori që frymëzon mira. Ajo jetonte në çdo lule që lulëzon në kopsht, në çdo takim familjar, në çdo histori që tregohet. Ajo jetonte në dashurinë që vazhdonte të rritet, në trashëgiminë që vazhdonte të zgjerohej, në ndikimin që vazhdonte të prekte jetë. Fatma, pastruesja nga Zvicra që punoi në heshtje për vite, që duroi dhimbje dhe vetmi që djali i saj të kishte një jetë më të mirë, kishte krijuar diçka të pavdekshme, një dashuri që nuk mund të shkatërrohej nga koha, një trashëgimi që do të jetonte përgjithmonë. Dhe kjo, më shumë se çdo gjë tjetër, ishte shpërblimi i saj. Jo një vila e madhe, jo para të shumta, por diçka shumë më e vlefshme. Një familje të bashkuar nga dashuri, vlera që kalonin nga gjenerata në gjenerat dhe një histori që do të tregohej përgjithmonë. Historia e Fatmës, gruas që punoi si pastruese në Zvicër, por që ndërtoi një mbretëri prej dashurie që asgjë nuk mund ta shkatronte. Historia e një nëne që dha gjithçka. Historia e dashurisë që fitoi në fund. A keni njohur dikë që ka bërë sakrifica të ngjashme? Ndani historinë tuaj.